Përshëndetje, mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi sonte bashkë në RTK Prime. Sigurisht flasim për zhvillimet e fundit për krizën politike, e cila po na çon drejt rrugës për zgjedhjet e parakohshme bazu në deklarimet e gjitha subjekteve politike. Është në dorën e presidentes, e cila ende nuk i ka ftuar partitë politike për konsultim për të marrë opinionet dhe qëndrimet e tyre dhe pastaj për të pasur se si do të procedojë. Zyra saj, zyrtarët e zyres së saj, në fakt sot kanë thënë që presidentja së paku do të kërkojë nga liderët e partive politike që të gjejnë një kompromis që të kalojnë disa çështje që janë kyçe për vendin, buxhetin dhe fondet për rimëkëmbje ekonomike apo të rritjes nga Bashkimi Evropian, sepse në të kundërtën vendi do të pasojë një krizë shumë të thellë dhe siç e thon shumë në një kollaps të paparë ekonomik, nëse nuk do të ketë buxhet të miratuar. Për të ejtën, kryesia e kuvendit ka paraparë që të mblidhet në orën 14 dhe për këtë ka kontestime të shumta, nëse ka të drejtë ose jo në rrethana që jemi kur nuk ka qeveri që të ketë takimet kryesisë për të formuar komisione dhe për të proceduar me buxhet përpara. Do të trajtojmë sot në studio me panelin që kanë në studio, thonë Fatima Edari, analistin mbrëmje mirë se erdhe. Mirëmbrëma bashkë. Thotë Tom Gashi, avokat mbrëmje mirë se erdhe. Faleminderit. Profesorin Fadil Maloku mbrëmje mirë se erdhe. Dhe analistin Sadik Zeqiri, mbrëmje mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Do ta nis me ju, zoti Zeqiri, si gazetar, je shumë afër rrjedhave dhe ngjarjeve, si duke i pa gjitha këto që po ndodhin. Takimin e thirrur nga kryesia e kuvendit për të ejtën, për të pa se si do të mund të ecet përpara dhe në fakt me aq sa din ke parë dhe reagimet, a mund të ftohet një takim i kryesisë derisa s'ka qeveri të votuar. Po sipas atyre që i kemi kalu deri me tani, Kuvendi i Kosovës, ose kryetari i kuvendit, ose kryesia e kuvendit nuk mund të mblidhet në qoftë se nuk ka qeveri e cila ka dalë nga vota e parlamentit të Kosovës. Ne kemi pa që ka dështu një kabinet qeveritar për të votuar, i propozuar dhe i mandatuar nga presidentja që ka qenë kandidat për kryeministë zoti Albin Kurti, nuk i ka marrë votat e mjaftueshme për të formuar qeverinë, për të krijuar qeverinë, prandaj Kuvendi i Kosovës nuk mund të mblidhet as të formojë komisione parlamentare, as të mblidhet si kryesi të caktoj datë caktuar ose të caktoj një orar për rregullimin ose për krijimin e komisioneve të cilat mund të merren me buxhetin e Kosovës, i cili duhet fatkeqësisht ne jemi në një fazë. Është thënë që do të merret me buxhetin e 3 komunave, zyrtarisht njoftimi i takimit kryesisë është Prishtina, Xhilani dhe një komunë tjetër ishte. Po, edhe Zveçani. Zveçani, po. Kuvendi i Kosovës, kryetari i Kuvendit të Kosovës nuk ka të drejtë të ftoj kryesin në një mbledhje që e ka caktuar ditën e ende, sepse unë mendoj që shkel Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk e ka ekzistuar deri më sot asnjëherë, me sa unë e di, me sa unë kam përcjell edhe punën si gazetar në atë kohë, po edhe tash që i përcjell i mediat dhe që pothuajse merrem gjithë ditën me lojme, me gjëra të tjera, Kuvendi i Kosovës nuk mund të mblidhet në qoftë se nuk ka qeveri të votuar në Kuvendin e Kosovës. Pra ne nuk kemi qeveri dhe kur nuk ka qeveri, as komisionet nuk mund të jenë funksionale. Sepse duhet të krijohet qeveria, me pas të krijohen komisionet për bujqësi, për buxhet, për arsim, për kulturë, për ato komisionet që i ka sa i ka. Po, vetëm është një çështje këtë zoti Sadiku. Atëherë pse është kuvendi konstituar? Sepse kuvendi do duhej, nëse nuk është, do duhet funksiononte si trup legislative e pavarur. Kuvendi konstituohet për me nxjerrë një qeveri. Me pas, krijimi i qeverisë, funksionaliteti i qeverisë, funksionaliteti i ministrive në qeverinë e Republikës Kosovës e arsytojnë dhe mundsojnë që të ketë komisione në kuadër të kuvendit. Ato komisione duhet të mbikëqyrojnë qeveri. Dhe kur nuk ka qeveri, ato kanë me mbikëqyrë. Për çka krijohen komisionet? Komisionet nuk krijohen me i kontrollu deputetët dhe punën e deputetëve, sepse nuk ka qeveri. Ato vinë amandamentimet ose kërkesat vinë nga qeveria në kuvend dhe komisionet i trajtojnë ato kërkesat të qeverisë të cilat duhet të kalojnë apo të mos kalojnë në Kuvendin e Kosovës. Unë mendoj që nuk ka të drejtë kryetari i kuvendit të mbledh kryesin për të caktuar një dorë e cila është caktuar në fakt për të krijuar komisione e që është folë që do të krijohen komisioni për shkak të miratimit të buxhetit për 3 komuna të cilat nuk e kanë kalu buxhetin dhe kanë mbetur pa buxhet e që nuk munden me funksionu në vitin 2026. Okej, për te i kësaj si procedurë nëse ka të drejtë ose jo që të takohet kryesia e kuvendit dhe për të biseduar siç ka thënë njës eksplicite për buxhetin e këtyre 3 komunave, problemi tjetër është se çfarë do ndodh me buxhetin e shtetit, i cili
nuk është askund në agjendë për shkak të zhvillimeve që janë, dhe nëse s'do të kemi buxhet të shtetit, dhe problemi është që ka thënë edhe dje kryeministri, detyra dhe plot të tjerë, që s'ka kusht ta procedoj buxhetin në rrethana që jemi përpara në kuvendin e Kosovës, marrë parasysh se ka qeverinë detyrë, nuk ka qeverinë dorëheqje. Dhe ky dallim ishte shumë konceptual dhe esencial në situatën që jemi. Profesor, apo jemi në një krizë e cila duket vështirë të ti shihet fundi? Kriza e besimit është gjithandej, unë për këtë dhe kam shkruar dhe mirëm intensivisht me këtë çështje. Mirë po, kur është pyetja juaj që bëhet, unë mendoj që ka këtu absurde të llojit vet, për shembull, qeveria 165.1 duket thotë se Kuvendi i Republikës Kosovës i miraton ligjet dhe buxhetin e Republikës Kosovës. Po kush është sponsorizuesi i tyre? Është qeveria. Problemi është që qeveria në nikja, dorëheqja, çu çdo një çune. Jo, po t'ishte ndorheqje do të ishte situatë ndryshe, është në detyrë. Është në detyrë. Unë nuk besoj që aludimi është që është, domethënë, në kohë propa. Po të zgjidhej, domethënë, mandatari, qeveria kishte me propozu, se qeveria e propozon sa di unë buxhetin, ja paraqet, si më thonë, kuvendit, komisionit aty, aprovojnë ose se aprovojnë. Tu ka një absurd vetë dhe kjo, mendoj që kjo edhe më tej, nëse hihet me këtë iniciativë, në kujtoj që mundet me na thellu hala krizën. Zgjidhja më e mirë kishte me qenë sikur të gjinte një konsenzus në çfarë forme. Mo konstituu një qeveri, qoftë edhe teknike, s'është me rëndësi, por me shkaku tema është të interesi nacional i shtetit dhe i kombit. Atëherë, gjitha partitë politike do të duhet të ulen edhe për hir të çti interesi me bo një marrëveshje. Përkohësisht, se po dihet që po shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Me aprovue, domethënë, buxhetin, me paraqit kuvendit edhe me shku matute. Me shpall zgjedhjet ne kemi hyrë në një fazë kontestimesh goxhat mëdha, profesor. Shumë e komplikuar. Po e lexoj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, zoti Naim Jaka ka thënë se kryetari i kuvendit duhet ta ketë të qartë se në parim është domosdoshme të pritet formimi i qeverisë së re në mënyrë që të dihet struktura e saj, numri dhe emrat e ministrive për të përcaktuar më pas edhe strukturën dhe edhe fushë veprimtarinë e komisioneve parlamentare. Pak të qartësi, çdo veprim për themelimin e komisioneve do të ishte jo vetëm proceduralisht i pasakt, por edhe rrezikshëm për legitimitetin e kuvendit të Kosovës. Shumë komplekse situata, zoja Edari, si po e shihni ju këtë? Po, proceduralisht ka të drejtë, është diskutuar edhe më herët që kështu do duhet ishte sepse duhet të kalojë në komisionet të caktuara, pastaj të cilat nuk janë të formuara, ne dim që nuk ka kaluar, edhe ka dilema, disa prej tyre kanë dilema edhe për konstituimin e kuvendit. Unë këtë pjesë nuk e kam, sepse kam konsideruar të përfunduar qysh herët, por megjithatë ka opinione të ndryshme rreth kësaj. Por megjithatë e konsideroj që duke pas parasysh interesin e vendit edhe këto dy projekte të rëndësishme siç është buxheti që po mban peng, pastaj projekte të rëndësishme edhe paga, edhe të cilat janë të lidhura direkt me mirëqenien e qytetarëve, konsideroj që do të mund të thirrë një seancë jashtëzakonshme edhe do të mbetej pastaj në vullnetin e lirë të deputetëve për ta votuar dhe për ta shtyr përpara, sepse për tek sa e konsideroj që shtyr përpara çka? Buxhetin të paktën edhe këtë fondin. Kush ta propozoi? Ideja është kush mund të më propozoj? Po mund ta propozoj kjo qeveri në detyrë, në ikje pavarësisht pastaj kush do të paragjykuar se kush do të jetë qeveria në ardhje, sepse edhe nëse potencialisht do ta formon dikush tjetër. Kontestimi është nëse qeveria në detyrë mund, që po e lexoj edhe. Kemi telashe edhe pajtohen proceduralisht nuk ka ndodhur një herë tjetër ose është rast i parë që monitorojnë punën e kuvendit dhe që një rregull. Albert Krasini që qeveria në detyrë zgjedhur nga legjislatura paraprake nuk mund të propozojë projektligjin për buxhetin vjetor për legjislaturën. Kuvendi që ende nuk ka zgjedhur qeverinë e re nuk mund të miratojë ligje pa pasur qeverinë vet që ti zbatojë. Rregulloria e kuvendit parashikon se projekt buxheti shërtohet nëpër komisione parlamentare, komisione që ende nuk janë themeluar. Çdo shmangje ka kjo procedurë shkelje e qartë rregullores. Ne 23 vetëm shmangje nga afatat procedurale, po jo edhe nga veprimet konkrete.
Pra duhet bërë thot qartë dallimi mes qeverisë ndërheqje dhe qeverisë kemi detyrë. qartë. Qeveria ndërheqje mund të kemi propozojë qartë. buxhet, po qeveria Po, detyrë jo. e kemi qartë, po duke pas parasysh që nuk ka ndonjë shpresë për të kaluar këtë krizën e krijuar, edhe duke mos pasur shpresë që do ta kemi një qeveri të re së shpejti, sepse megjithatë e kemi parë që pavarësisht që i pari mandatari i parë nuk i pat numrat dhe i dyti ka refuzuar potencialisht të marrë përgjegjësi dhe të provoj ta bëj qeverinë e re, sepse këtë deklarat kemi pas prej zotit Krasniqi, gjasat që të kemi qeverisë së shpejti pothuajse janë zero. Ne nuk mund të presim të shkojmë edhe në një proces të rizë zgjedhore, pastaj të komplikohet situata dhe më shumë dhe Por shumë edhe jashtë ligjshëm, jashtë procedurave dhe jashtë kushtetutës s'mund të propozojmë projekt Por buxheti. megjithatë e konsideroj më të rëndësishme, më të rrugës për të zhbllokuar këtë situatë, propozohet shkohet tutje, të votohet, pastaj të shihet për situata dhe mekanizma tjerë. Por ndryshe Do të kemi ardhur në situatën ku do mund të thëmë, edhe nëse shkelim kushtetutën pak s'ka problem, Po ha? nëse është për të mirë, sepse shkruan edhe në libra, edhe që edhe nëse bën ai mkat, po nëse është për të mirë është okay. Nuk bllokohemi Po të sepse mirë. buxheti dohet në 1/12. Edhe nëse nuk ka lënë buxheti, edhe janori i 2026-s bortet që ka qenë janori 2026. Kjo bordja po vlen për Selian. Bortet e shkollës për një pjesë të administratës, po nuk po vlen për gjitha institucionet dhe ne i dim tashmë E komplikuar edhe kjo pjesë, e flas pas pak, sepse të gjitha pagesat nga janari i vitit tjetër, nëse s'ka projekt buxhet, s'ka paga. s'ka. Përfundon. Unë besoj që gjithçka mund të ndryshoj për të mirë, për shkak se ne ende faktikisht jemi në fazën, themi kështu që nuk është zgjedhur qeveria e re dalur nga zgjedhjet e nënshkurtit, mirë po duhet presim fillimisht presidentja të kthehet në shtetin e vet, shtetin e Kosovës, sepse është zyrtarisht jashtë Kosovës, duke që është dikua në Arabinë Saudite apo kështu diçka, por besoj që tani kemi lajme të konfirmuara që për pak ditë do të kthehet. Dhe pastaj në bazë të kushtetutës tonë, do të brenda afatit 10 ditor do të jepet mundësia partisë së dytë, kjo nuk do të thotë që nuk është vetëvendosja, që faktikisht do të jepet mandati asaj partije politike apo grupacionit partive politike që dëshmojnë tek presidentja se mund ta formojnë qeverinë e re të dalur nga zgjedhjet e nënshkurtit. Dhe tani gjithçka po mënej se cili është në prizmën e vet, por besoj që duhet presim për pak ditë dhe pastaj do të shohim se si do të ndryshojë situata. Kemi një deklaratë nga zyra e presidentit e cila thotë që do t'i ftojë liderët e partive politike dhe do të kërkoj kompromis për çështjen e buxhetit dhe fondet e rritjes. E kemi pa faktikisht nga zëdhënësi për media i presidentes dhe kështu është, se faktikisht duhet të gjendet një zgjidhje qoftë edhe kreative, do thotë kur nuk ka zgjidhje adekuate të shkruar, por jo që të shkohet kundërshtim me kushtetutën, por prapë duhet presim atë që ka thonë zëdhënësi për media i presidentes, që presidentja do t'i thrasë liderët e gjitha partive politike, do thotë që janë faktikisht brenda parlamentit të Republikës tonë dhe ata që ja dëshmojnë asaj, si kryetare e shtetit që mund ta formojnë qeverinë e re, të dalur shumë herë përmena nga nënshkurti, atëherë i bie që ne brenda pak ditësh mund të kemi prapë seancë brenda parlamentit Kosovës dhe të votohet qeveria e re, pa marrë parasysh cila do të jetë ajo, dhe duhet të themi që unë e kam dëgjuar edhe profesorin Kadri Kryeziut, cili sipas meje e interpreton shumë mirë kushtetutën e Republikës tonë, do thotë ka përmend nenit caktuara të kushtetutës, duke që është neni 94, 95 apo që aty afër tikun, dhe që edhe lëvizja vetëvendosje faktikisht mund të jap emrin e kandidatit tjetër, përveç Albin Kurtit, sepse ka dy dilema, do thotë a mundet personi i njëjtë. Po jo, kjo është me kushtetut, na nuk po zbulojmë të personi i njëjtë nuk mundet, po partia e njëjtë mundet sepse e është në diskrecionin e presidentes vendosur. E qartë, po prapë duhet presim disa ditë dhe sigurisht që si mund ta bindin presidenten që i kanë numrat, atëherë besoj që do të ketë një besueshmëri, do të ketë një mirëbesim të deputetëve të Kuvendit Kosovës. Në ato bazon e deklaratat që janë dhënë zoti Gashi, kjo duket goxha e vështirë, jo pamundur, goxha e vështirë që të ketë një qeveri qoftë nga zoti Kurti në këtë situatë, nga vetëvendosja, përkatësisht qoftë nga partitë e opozitës së deri djeshme, por a mund të vinë në një pikë që presidenta do të mund t'i binte gjithë që të formojë një qeveri qoftë teknike, qoftë çfarë do të qoftë për t'i kapërcy zoti Gashi të paktën buxhetin. Po t'i heqi pak gjysmën e munimeve që i kia, edhe kështu për këtë emision, sepse presidentja duhet ta bindë një parti politike shqiptare sigurisht, apo duhet t'i bindë 5 deputet. Sepse ne veç e kemi ditën e diel që vetëvendosja ka pas 56 deputet për, 52 kundër dhe 4 kanë abstenu.
Dhe prapë se prapë. Që i bjen 56, avokat. Mirë, po unë po thëmë që, jo, duhet me kalu 61. Po. I ka 52 kundër, 4 kanë abstenu, bojnë 56. Edhe 56 i ka për. Po prapë se prapë Që i unë po bjen thëmë që... barabart, nëse mbledhen 52 edhe 4, Jo, po të me i bin 5 tjerë. Po presidentja nuk ka punë me deputet. O e qartë, jo. Presidentja ka takim, do të ketë takim me lider Po nuk do të e shkojnë partive deputetën. politike që në kuvend Kështu e thashën, që do shkojnë liderët e partive politike, e pastaj liderët e partive politike marrin qëndrimin e vetë, që po duhet presin jenë që serios. presidentja ta bind ndonjë prej liderëve të partive politike që 5 deputet të saj ta votojnë në qeveri? Jo, unë po thëmë që ta bind njërën prej partive politike, do të të në opozit, për mu kuptu, edhe deputet tjerëve që i ka të gatshëm, që do të votojnë faktikisht ta zblokojnë punën e formimit të qeverisë së re, dhe situata mund fare letë të normalizohet. Profesori Maloko e tha, do të kemi qeveri teknike, apo gjithë përfshirës, apo qëfar do lloj emërtimi që do t'i japëm, është diçka që është ndur të tyre, mirë po shteti besoj që shumë shpejt mund të dalë nga ky ngërç, të cilin e kanë krijuar për 1 milion arsye, për inate, për gjëra që i kemi thënë, i kemi dëgjuar shumë herë brenda kësaj periudhe 6 mujore prej 15 prillit të certifikimit të zgjedhjeve. Problemi që po aludon Toma tek vullneti, është evident që ka mungu që 9 muaj. Edhe unë nuk besoj që në një takim me presidentin, se presidentja i ka edhe të lashtë e veta, po i ka edhe kufizimet ligjore. Nuk mund të aja më rëshue me i thonë njërit prej subjekte politike anon një jo, ajo s'mundet me urdhnu, po mundet me tentu mi bind. Ja, s'me për shkak se roli i saj, roli i saj që duhet jetë bipartia. Presidentja nuk ka punë me deputet, ka punë me lider. E përmenëm duket, nështë atë ka që këptova, po edhe lider s'mundet me i bind. Pse s'mundet? Që pëta dhe një arsye shumë thjeshtë. A janë mars zgjedhjet për president. Edhe ajo nuk e qëtë vetin treg me ushty aty, jo me ti ose të gjeje... Jo mërë ato e në punë zyrtare shtetërore, nuk është aja diçka që është... Nuk është diçka që është private. Unë po e them që ka ende gjasa. Nuk mundet me bo edhe me dashtë. E drejtë e saj e diskrecionit që po e përmendëm është e drejtë absolute, është e garantu me kushtetuar. Aja nuk besoj që lëshon vetën që të luks me... Pa ja ka obligim, aja nuk e bën aty veç. E ka obligim, e ka obligim rana vetë dhe mi thirë, edhe me tentu mi bind. Aja sigurisht që s'ka mi lu. Nuk e ka obligim. E qaf full me ta pra? Pit veç kafe dhe dalin? Merë opinionet e tyne, unë me ndaj të marë parasysh gjithmonë përvojën e zgjedhjeve të mëhershme. Edhe naturisht unë nuk shaty absolutisht në i farë, si me thonë, insistimit saj për të, se okti edhe okti që ka që drejtën e diskrecionit. Ajo mënohet me eruj, edhe për një arsye që thash. Ajo erun thjesht, mirë po. Nuk mundet pa bisedu me krejt e partive politike. Po mbrana shtynë edhe ditëve cili roli i saj, pra. Do të zgjedhje deri në mars. Sipas zotit Kurti do të kemi zgjedhje edhe në dhjetor, dhe ato zgjedhje nuk do të prodhojnë një qeveri stabile ose një numër prej 80 deputetëve, që garanton zgjedhjen e presidentit në muajin mars të vitit 2026. Zoti Kurti e tha, më mirë për dosh të zgjidhim tani një qeveri se sot të shkojmë në 2 parë zgjedhje, edhe pas balotoshit, edhe në dhjetor, edhe në mars. Zgjedhjet e dhjetorit të prodhojnë një rezultat po thuaj se barabartë nëse janë ai ka deklaruar kështu. Do të kenë zgjedhje që do ta nxjerrin edhe një president e që sipas gjitha gjosave do ta kenë shumë vështirë nëse nuk ka një bashkëpunim mes partisë së parë, e cila do të dalë, dhe partive të tjera. Pra, mirë është që këto zgjedhje, me që zgjoti kaq shumë, nuk po prodhojnë një qeveri jo stabile ose një qeveri të modhe, po do ta prodhojnë një qeveri të vogël. Ajo nuk ndodhet edhe një herë se duket që si puni qartë. Në zgjedhje, por mund presidentja ka të drejtë. E ka të drejtë, jo me kushtetutë, se kushtetuta nuk e ka të shkruar. Por ka të drejtë ose ka për obligim që mi lut kryetarët e partive politike me formu një qeveri, që mi kalu qëto kriza,
edhe të fundin e ka rritjes, obligim, Atë edhe ta të bëjmë me buxhetit. kërkesë, jo me lutje. Pro, Tu ai kërkoj. keni shumë shkurt. kërkesë. As kërkesë nuk ka bën. kërkuar, Njëri Jo bën. një disa qeveri, takime. krijeni As një kërkesë qeveri nuk të bën, unitetit, Jo, jo. një qeveri I ka bërë teknike disa herë, që më shkojmë disa 2 herë në takime zgjedhje, por që të kalojmë deri në muajin shkurt ose në muajin janar, e me pas të shkojmë në Presidentja. të përgjithshme ku prodhon edhe një president. Aja i ka një qeveri këshilltar stabile. të vetë ligjor, edhe në çdo, unë jam shumë i bindur. Por një Nuk e di këshilltar më të të mirë sot ta e dha një Por nuk Zoti mundet Kupina. presidentja me qitë kushtetut, që e kemë kushtetut që unë gjithmonë kom thonë do të më ndryshuve. Po. Edhe dash zotin e herë më ndryshu. Se të lovi është në sjell. Dashim Nuk e ka- deputet, se zoti ka të punë më të meqme, po Po. deputet me dash. Deputet, Po zoti më Auçumani Zoti deputet. më Po, të bojna një emision kështu religios. po, do me thonë, presidentja e ka edhe këtë kalkulimin e vetë, edhe nuk mundet me kalu, me dal jashtë, edhe, se kjo është protokoll, nuk mundet me dal, nuk mundet me lut, nuk mundet me insistu, nuk mundet Po, me mish aderu. profesor, O, më prof, falë një sekondë, një sekondë. Ajo e ka obligim për mi thirë. Obligim e ka me Është tirë. sikur me na thirë neve, me kona lider të partive politike dhe na thirë. Presidentja Sepse me kushtetut qatë është punë në e ka. palet. Po, Dhe ka obligim Po. të ruaj unitetin, të ruaj panshmerin, të kujdeset për shtetin, që shtetit mos hynë krizat tilla në cilave nuk ushiet fundi. Dhe në këtë kontekst, duke qenë se është mbi palet dhe i ka këtu Që kjo përgjithësi, është, po. ajo mund dhe do duhet të kërkon të subjekteve politike, siç ka thënë zoti Kupina, që gjej një kompromis që të paktën buxhetin dhe ama fondet e çdo rritjes. problemi. Te mungesa Tjetër përpore. vullnetit. Po në nuk çfarë kanë- forme të Ata nuk kanë dëshmu vullnet Tash me ne po bravo, tash ne mund të supozojmë se unë çfarë. dyshoj se Por kjo nëse do nuk të ka ishte pasur vetëm një vullnet për qeveri. këtë vullnet, muaj, çaj vullnet me ka disa mungu në takime, Po, ai ka të njëjtit mungu, akter shumë politik mund ka janë. mungu. Vullneti ka Vetëm Fatime mungu ta sepse në kont Po. lidhen Janë të këtë njëjtit gjëra, akter politik. inotet personale. Po, për ato tira, inote kanë vazhdojnë, qenë kjo prej smira individëve. vazhdon, dhe xhelozia aty është. Dhe tash, për shembull partitë opozitore, nëse mund t'i quajmë opozitore, se tash të gjitha janë Po, opozitore. atë parti, po. Këto e kanë kundërshtuar zotin Kurti si kryeministër. Po. Dhe me që tash zoti Kurti nuk është mos si kryeministër, sepse ju ka djeg karta e kandidimit, As këta e s'u rikandidimit, atëherë mund të pajtohen në qoftë se ka disponim mbrana asaj tryeze të thirrur nga sa presidentja di, dhe të PDK-ja krijohet një qeveri teknike. PDK-ja ka Pa shumë. Sepse parasysh çfarë këta PDK-ja kanë ka kundërshtuar deklaruar. Kurtin dhe Kurti ka kundërshtuar këta. Tash as nuk është zoti Kurti, por as ta të tjerë Po, nuk do veç ta e kenë konsideroj fat që që është të goxha udhëhesin një qeveri. edhe Por mund të të zgjedhen ndodhë, disa por e ekspertë. konsideroj goxha të pamundur Këtë që po lëvizja vor, të këtë vendosë jashtë të liçi politikës, dorë nga që të zoti zgjidhen Kurti këto për probleme, emrin që të e votohet mandatit. buxheti, Ideja dhe është të kjo. shtyen zgjedhje. Ideja është kjo, në qoftë se do të vim në situatë çfarë tha dhe zoti Kurti dje që të kemi zgjedhjen dhjetor. Po. Dhe të kemi zgjedhje edhe në Pas mars. zgjedhjeve. Sepse po hym në situatë kështu ta bëjmë vetëm një kalkulim shumë thjesht. Zgjedhjet dhjetor që verifikimi i rezultateve do të mund të bëhet diku në shkurtit. Dhe as buxheti, as atëherë derisa të bëhet qeveria, derisa, domethënë, po supozojmë që do të konstituohet qeveria dhe do të vinte rradha për president, domethënë do të ishim pa buxhet edhe 3 muajorën e parë të vitit tjetër dhe kriza do të ishte shumë e thellë. Që opsioni me shku drejt për drejt. Sigurisht që një herë gjindën mas zgjidhje, tjetër, mirë me po, shku zoti zgjedhje, Kurti kjo shumë është herë opsioni më përmendëm, mirë. ai ka ludu që mund vim deri te 2 parë zgjedhje. Nuk ka thonë 100% që Edhe ne bon po them, nëse to. do të vinë në distinct situatë. Mirë, po nëse vim këtë situatë, aludimi është direkt, do të thotë nëse na jemi, do të thotë nëse mesin këto pozicione çfarë janë. O, unë po i quaj parti opozitare për me ditë për ka po foli për PDK-n, LDK-n, AK-n, Nisma. Ish. Po foli për listën serbe sigurisht. Ish. Partitë Edhe shoqës. nëse ki qepi thojnë a ish. Okej, e tash, nëse këta mbesin që ato pozicione, edhe nëse aludohet që votat mujnë me qenë parafërsisht të njëjta, edhe atëherë për me zgjedh presidentën, unë faktikisht kësha dashur që me zgjedh prapë Vjosa Osmanin sepse ka kry punë shumë të mira, duhet 80 deputet. Nëse këta nuk po mujnë mu marrë vesh për 61 deputet, Për 80 qysh kanë mu mirë marrë vesh me për shqetësi. 80 deputet? Që kjo ka qenë aludimi Albin Qa Kurti ty që lepri. mund të shkojmë në 2 parë zgjedhje, edhe në vetor, edhe pastaj në mars, për shkak presidentës, sepse marsi nuk i ka ardhur të thotë ideja apo ato që ka thonë rastësisht, sepse marsi është kur do të fillojnë procedurat e rizgjedhjes së presidentes apo presidenti 3. E kuptojmë këtë pjesë, por situata është e tillë, është komplekse saqë nuk di nëse mundet presidentja Sadik bëj një iniciativë për buxhetin vetë si presidente republike për te këtyre procedurave që janë shumë strikte, shumë kokforta. Kush është ai deputet që shkon në sallën e kuvendit dhe voton një buxhet që se ka propozuar Qeveria. ose që se ka sponsorizuar qeveria?
Presidenti s'ka të drejtë me propozu. Proceduralisht duhet qeveria, pastaj... Po kur nuk ke qeveri, nuk mundet as me marrë veshje, as me komisione, Për këtë shkak as duhet me u shpejtua kryetarët zgjedhjet. kuvendit, as me kryesit kuvendit. Hajde, atë bëjmë një 4 miliard të votojmë që do. Ti për shkel. Okej, qysh zgjidhet? Nuk e di, vetëm ta lexoj. Okej, po me zgjedhje po thëmë para zgjedhjeve. Sa më po, shpejt. Edhe një analizë që e ka bërë Edhe ka obligim presidentja për 3-4 herë. Edhe një analizë që e ka bërë KDI-a që është organizata që e monitorojnë prej sa vitesh punën e kuvendit. Qeveria aktuale është në detyrë dhe nuk gëzon besim politik në kuvend të ri. Ndarja e pushteteve kërkon lidhje ndërsjellje legitimiteti mes kuvendit, qeverisë në 4 dhe 95 i kushtetutës. Qeveria në detyrë ushtron vetëm funksione kujdestare dhe domosdoshme jo politike. Projekt buxheti është akt politik dhe programatik që përcakton prioritetet e qeverisë së ardhshme. Neni 31.2 e ligjit për qeverinë lejon vetëm qeverinë ndërheqje jo atë në detyrë të propozojë buxhetin. Qeveria ndërheqje është qeveri që ka dhënë ndërheqje ose është shkarkuar por ende vepron në të njëjtin kuvend dhe ruan komunikimin institucional me të. Pra që i bie qeveria ndërheqje do të mund për propozonte. Qeveria në detyrë përkundrazi është qeveria don nga legjislatura e kaluar që vazhdon detyrën pas zgjedhjeve pa lidhje politike apo juridike në kuvendin e ri. Ky dallim është thelbësor sepse vetëm qeveria ndërheqje ka bazë të mjaftueshme për të ushtruar përjashtimin e nenit 31.2. Ky përjashtim vlen vetëm për raste kur ekziston ende i njëjti kuvend respektivisht e njëjta legjislaturë. Neni 31.5 thekson se për qeverinë në detyrë vlen vetëm kufizimet e nenit 31, jo përjashtimisht që përfshin propozimin e buxhetit. Fjala kufizimet në tekst të ligjit në kupton ndalesa jo kompetenca shtesë. Pra që i bie Okej, këta masive përcjellin punën e kuvendit Kosovës për disa vite. Qeveria A veç pethojnë që ashtu qysh smunët, apo ka ndaj farë ideje qysh munët? Veç qeveria në detyrë pa kompetencat kufizuara dhe që nuk smundet. Po qeveria ndërheqje. Okej, çto pe di vendana. Po kur gjës pas kanë thonë drejt. Kur më që këta që marrin rroga, që përcjellin punën e parlamentit të Kosovës. Po thonë më bëj qeveria, më votu projekt buxheti. Po çto po thonë me dhon? Që sa po mundona me thonë që ka gjasa ende që të kemi qeveri pa marrë parasysh kush faktikisht. A do të jetë prej lëvizjes vetëvendosje apo prej partive opozitare, sepse nuk i kemi shpenzu ato 10 ditë që presidentja e ka obligim. Ne po bëjmë analizë mbi deklarimet e tyre publike, vetëvendosja ka thënë që s'ka mandatar tjetër, PDK-ja ka thënë që nëse na kërkohet emër kemi do t'i themi, skemi LDK-ja, skemi krejt ndrojnë. Na që tu jetojmë dhe dim që krejtësisht mundën të me ndru. Ka thonë që 9 muaj për nuk ndrunë tonë. Mirë, po ta shtonë, s'mujme t'i thonë me emna që ata deputet që kanë kërku, shka kanë kërku. Sepse numrat kanë qenë, po s'mund është dikuj me 3 deputet, mja dhonë një prej pozitave kryesore të shteti. Me qenë krye parlamentar, apo me qenë çfarë lloj. Dikuj me 3 deputet, po ja ku jetë sa. O ka kalu koha njerëz, ka kalu koha për shembull partia me 2 deputet që ka pas 5 ministri. Ka kalu koha do të thotë zoti Haradinaj me 6 deputet ka qenë kryeminist. Po veç stadik dikur do të fillu me ndërtu standard. Nuk ka kushti ideja e zgjedhjes. Qeveri dikur me 4 deputet i ka marrë gjysmën e qeverisë. Duke bol shime. Duke bol shime ton apo vjen gjykata speciale, po vjen demarkacioni, i falem tok Malizi edhe kërkosh përgjegjësi po je. Ti duhet me marrë një parti politike edhe me 2 deputet, edhe me 3 deputet. Edhe me afu çka kërkon. Zoti Limaj për shembull, e ka kërku postën e kryetarit të kuvendit. Ne 8 muaj ose 6 muaj kemi prit për një karrik kryetarit të kuvendit më ul dikush. Ka ardhur zoti Demal Bosha. Mirë ka bosë që ka ardhur zgjidhja e problemit. Po mirë. Po tash po t'ishte zgjedh zoti Limaj, i cili ka kërku vetë pozitën e kryetarit të parlamentit. Po. Edhe qeveria i zgjedh. Ish votu. Nuk e dim në ato. Ish votu. Nuk e dim ato, po. Atëherë, se hopi por ish kalu, kishim kalu të hopi dytë dhe sot na nuk ishim duke biseduar buxhetin, po ishim duke biseduar çka do të ndodh sepse një qeveri kish dol e pakicës dhe ish dash me prit çka do të ndodh me presidentin. Po atëri ish dash, që lëvizja vetëvendosje, këto sepse nuk ka pas tolerim, nuk ka pas bashkëbisedim, nuk ka pas mirë si ka pas tolerim. Edhe mirë është mos me pas tolerim për shkak se partisë por. S'ka pas deputet. Okej, ata çfarë tash onim në? Po ti po. Me qenë si janë rreth 400.000 ata që kanë votu lëvizjen vetëvendosje. Edhe sipas ligjit, lëvizja vetëvendosje duhet me propozu kryetarin e parlamentit, apo a jena mirë deri çton rregull. Nëse lëvizja vetëvendosje e kish propozu zotin Limaj, ty apo mu, nëse kishim qenë deputet, por nuk jemi antar të lëvizjes vetëvendosje, atëherë votues të lëvizjes vetëvendosje thonë, po pse me dal namaz parin zgjedhje? Edhe pse me votu që me qenë të parë, kur faktikisht një prej pozicioneve kryesore
t'jepet dikuj me 3 deputet. Nëse është për afërt, për shembull dikush i ka 48 deputet, dikush i ka 45. Është okej. Ama jo faktikisht një fuqi që është ma tepër se Është më mirë të gjendet një kompromis që mos hyjmë në një krizë e cila mundet më na kushtu shumë. Po, sigurisht që po. Të vepruat kështu. Sigurisht që po, mëre, po ka kalu koha. Si do të jetë nesër në Ka aspektin kalu koha me Albin Kurtin e terminaleve, do thotë ka kalu. Flasim për terminale. Jo, more po folje ti mos fal, jo po folje. Terminaleve. Mi propozu dikuj ambasador, mi propozu dikuj do thotë veç ka dën, fontan dëshira veç për me met qeveri. E që ata që kanë met qeveri, do thotë veç sa për me met, si na me konë që tavolin, që ata kanë bo këtë edhe punë të këqia. Për shtetin e Kosovës, edhe për qytetarët e Kosovës. Kush Që ata... është avokat? Urdo? Kush? Kush përdojnë me emna pa emna? Me emna. Kush ta ka formu gjykatën speciale? Kuvendi i Kush Kosovës. e ka bërë demarkacionin? Kush e ka formuar gjykatën? Ure po të thëmë nëse kështë pas ti, Kush e ka formuar parti gjykatën? fituse. Cila kush e me emën? Jo me emna i ki 82 deputeti. Po me emën përmani 5 bile. Me emna i ki prejt parit dërit fundit që ata që Po ka veç një dore 5 për emna, 3 gjykatën emna, 2 speciale. emna përmande. Krejt i ki. Çka i kanë bërë dëm ata Kosovës? Dhe se me kishtë gjykatën qeni parti speciale? e fuqeshme, Çka i kanë bërë dëm nuk Kosovës, ish leju... Kujna shka i ka bërë dëm? Kosovës. Be cilat? Gjykata speciale. Që ka bërë dëm Kosovë gjykata speciale? Unë e pedi ku pa lëdën. Jo, pa, Ata që kanë votu ata janë ho, avokat. Jo, se kanë votu veç ata që janë avokat janë ho, ata janë me shpinë ka lojnë këtë punë. E kanë votu dhe do Ata janë atje, tjerë. por kanë votu për të mirën e Kosovës. 4 vjet. Edhe unë jam Për të kundër mirën e asaj Kosovës gjykate, kanë po votu gjykatën speciale? më mirë është mu Atëherë, votu okej. gjykata speciale, edhe mu kry, ose nshohen, ose dënohen, për nëse nshohen, e mojnë kokën lorë, edhe thënë lufta ka qenë e drejtë, lufta ka speciale? Pa jo bre avokat se Po, te hajtë dem ta- që ta ta kishin kishin marru tjerë gjykatën. Po kush ta kishë Po marru? kush e kon? OKB-ja O kon tribunali Hagës, o kon Limaj, o kon Haradinaj. Edhe? Kush e ka marru ata? OKB-ja. Pa dhe këto ta kishin marru. Çfarë OKB-ja s'kish marru gjykatë Po, bre, speciale, OKB-ja avokat, vetëm se për do ta- shifat për luftuse. Se do ta bënte Po dikush jo, tjetër. more, që- Hiç më lagë se javën e shkuar Edhe? kryetari i ri i kuvendit. Ore ta zoti bën, Basha, ta një bën sekond, kush një do. sekond, lejo ta bëj. Ja, Po ja, s'mu avokat, më e ke- leju e ke jo, gabim, jo, avokat. ma thonë në qëta. Ja, Ke gabim avokat. Prit. OKB-ja, Je kam shëtit prej temën tim. Ani, Javën e kam kaluar këthirë. kryetari i kuvendit, Po. zoti Basha, një intervistë që kishim, më tha që gjykata speciale nëse nuk do të bëjë nga Kosova, do të bëjë nga të tjerët. Po unë po thëm njëjtë. Nga OKB-ja. OKB-ja nuk ish formu një gjykatë speciale vetëm për një palë ndërluftuse, që janë shqiptarë që janë pjesëtarë të UÇK-s. Sepse këtu na kemi pa luftë mbrojtëse. Ish dash me formu një gjykatë speciale kundër atyre që kanë kryer krime në Tem Kosovë. gjykata speciale sonte se s'po Jo, veç po thëm çata deputet. Po. Me kalkulime politike, me lloj-lloj mallverzimesh, me lloj-lloj faktikisht benefite që kanë ofruar dikuj, me 2 deputet, me 7 deputet, me 15, me 20, që ata faktikisht, që pe thëtë zoti Zeqirin, prizmën teme ish dash gjithmonë, mja leju edhe mi ndihmu që me qenë qeveri qaj që fiton mas shumëti. Qaj që fiton mas shumëti vota. Nëse i kiti faktikisht 48 deputet, që ato du të me shty për para, nëse dojmë na shtetin tonë që qaj me udheqë. Kompromiset politike bëhen siç kanë partitë politike, Po jo më marrëveshje dhe siç i bëjnë ato. Nuk bon çaj vogli me diku këtë madhe. E konsideroj që ka të drejtë bashkimi edhe për kompromise flasim në situata çfarë sikur të kishin kompromise pas ti do të koalicion bëni interes LDK, shtetit, LVV, interes personal. e që megjithatë LDK-ja peshon diku tek 20%. Po. Ky do të mund të ishte kompromis, sepse një parti politike megjithatë ka numra dhe me ata numra kishte mund me shtyp përpara edhe procese Po, të i rëndësishme. boni ofertë, Po jo një faktikisht, subjekt dhe politik vendosja. me 3 deputet e me pretendu me marrë një nga pozitat më të rëndësishme në shtet. Zoti Kurti Do bëri të thonë ftesë, se thonë se Zoti nuk Kurti është bëri kompromis, ftesë edhe kjo një është parti pazar tani. Se abdin mund ka ardita unë e ty Hajde të çaj obligoj bjen. më madhon një Hajde në depozitat më pjesë të pushtet, rëndësishme. e një Nuk mund ti me funksionon 3 kështu. deputet Për edhe ma nisme. tepër, edhe nisme. për ma Do të bëj tepër, pjesë e qeverisë. në ditën e fundit e pam këtë komunikimin që të lënë shihet të hidhur për me njerëz të caktuar të cilët edhe në kaluarën e kanë bërë rolin e sekserit politik. A vëdeni i kam bu këtu numrat e këtu, nuk funksionon kështu. Edhe unë jam për të mos Ata që funksionuar. është i keq, Kështu. zoti Është standard i ri. Nuk thash që është i keq, unë nuk etiketoj njerëz. E tash komunikimi me Berat Buzhalin dhe me Dardan Gashin për të bërë numra. Nuk është gazetar Berat Buzhalin dhe Dardan Gashin janë kolegë tonë Po, janë gazetari, kolegë tonë të tyre nuk i respektuar, kemi por temp. megjithatë Ja, nuk si e kemi temp konsideroj diskutimi që këtu për kolegën nuk e tonë. konsideroj që është Nuk kemi pse të flasim. Jo, absolutisht. Jo. Kështu ka qenë. Jo, s'kemi Gjithherë pse të kështu ka flasim qenë. për kolegën Se tonë. për duket pa diskutim. jena humbën këtë, e ne fillom atje me diçka tjetër e po përfundojmë këtë. Në sens do të me arruë gjithë, të në subjektet politike. Demokracia në Kosovë është demokraci procedurale.
pakti dhe akti që është demokraci procedurale, kënë nënkupton që më të rëndësishme në procedurat, më rëndësishme është forma se sa përmbajtja. Në tipin e demokracisë, në themi njërësi që është parlamentare, por pengesa kryesore është që kjo. Forma. Do të më respektu procedurat. Në një shoqëri që është në tranzicion, që ende nuk ka tradit, përvojë, të ndërtimit raporte demokratike, që shim na, ai arkitekti krejt kësaj kushtetute, apo ata e kanë para po që për një kulturë, një mentalitet, çfarë jem na, që shoqërinë tranzicion, ma adekuat se tipi i demokracisë procedurale nuk ka. Ku duhet taksativisht me u përputh, edhe një fjali, me u përputh edhe mos batu e ligjet. Na jem dëshmitarë të kësaj që 9 muaj të uen, të ankue, her një subjekt, her një tjetëri të ankue në gjykat. Që kjo është e demokracia procedurale. Na nuk e kem, po themi vullneti. Çka është vullneti? Vullneti nuk është diçka abstrakt. Vullneti lidhet me, kjo është për mua, vullneti është një eufemizëm për me kamuflu interesin. Partit kanë interes. Këtum, të edhim. Me që jem në qësi tipit të demokracisë, duhet me përfil qëtë procedurë. Paja përfil nuk mundëve me shku më tunë. Që tu është pengesa kryesore. Në mund debatojmë sa dush. E qartë kjo pjesë, po të u marrë me procedura, të mos u marrë fare me vullnet dhe me ide për me kriju një kompromis, që ndoshtë, dhe në mirë besim, aja ka mungu. është situata çfarë është. Aty ka mungu. Na i kem zgjedhjet qeverit që janë formu. Po thëmë që plot i komunie njerëz që thojnë kanë pas vullnet. E nuk e thojnë kanë pas interese. Politika është interes. Por ajo politika e interes, po jo intereset personale, vi përzim me interesa shtetërore, që të të thonën e. Kush e bojnë? Nuk e bojnë monetit. E bojnë subjektet, e bojnë klanet, e bojnë grupet që janë, që operojnë brenda subjekteve, që i sponsorojnë, që kanë interesa. Kjo është legjore. Repelion këtë punë për i ditë e sotit, i përkthejna politikës, pra basi ka qaq interesa. Po më pëthëm, nuk du të me bojnë interesa personale, po me Albinin nuk po bojnë këto interesa personale. Me Albinin për që ta rësuje po kemë situatën që s'pi ofron kërkujna kur gjë, përveç me qenë faktikisht pjesë e qeverisë, që ato që ta, ka bo 2 oferta, dire me tash 2 oferta kanë qenë. LDK si ka ofru edhe i ka ofru nisë, që me bo tjetër. Propozojnë 19 ministri, para 2 ditësh, dhe ofroj se cilve, nga cilë pretendon të mërte votën, ka një ministri. Si s'po ofron asgjë? Po ju tha që s'po ofron asgjë? Jo, më pëthëm nuk duhet me ofru diçka personale. Që kjo është interes. E që kjo ka pazara? Po Pa të repehekon pra Albinin Krejt, se s'po ditë ka me po pazare. Pe bim dikën tjetër, në një pazarqi, shtu pazarin e ke mafër, pe bim dikën një pazarqi edhe nashta e formon qeverin e re. S'ka bërë pazare me Albinin Krejt, keni punë. Me Albinin nuk bërën pazare. Aj mundet me metë në opozit. Mundet mësë me qenë kur politik, po pazare nuk bërën me këtë njeri. Që ligjin për kushtetutën që ti je ma kompetent. Si ka 48 deputet. Mirë, po ku nuk afron kur gjon për partnerë tjerë, atëri bjen që koti ka ato 400.000 vota. Ai ka ofru 2 subjekte politike. Pardje, ka djega, po djega. Për LDK-n ka ofruar gjysmën e qeverisë. Ata i ka djega jo, ka ofruar një ministri dhe 2 zëvendës ministra. Kjo është me ofru diçka. Ata e shumë në Sa të përfundon zë Zeshiri, mandej kam një 2 pyetje. U thamë përporën që Albini nuk të ofron kur gjon. Jo, s'ofron benefite personale. Po, tashte, Rasim Demirit, veç për mja morë një vot, ja ka ofru një ministri. Edhe është diçka personale? Po, e ka morë një vot. Edhe? Për me votu qeverin kur. Okej. Okej, o që kjo është. Biznes bre. Pse kjo nuk e ka ofru edhe zotit Limaj, se i ka pos 3 deputet. Se Rasim Demi e ka 1 deputet. Na duhet gjithmonë mu bazu në deklarata publike. Po zotin Limaj e bën ai minister, e bën minister të transportit, edhe në 12 noci, mushët menja, se kryeministri e ka të mundësi, e ka të fuqi, i thëtë zoti Limaj, je i shkarkuar. Mundet kryeministri, kur dërë me shkarku ministra? Zotit Limaj, ato publike që kemi dëgju. Se që marrë me për zotit Limaj, mirë po zotit Limaj e ka ofru një ofertë, mes me pos krizë institucionale. Një ministri, ka thonë ama kryetojnë e kuvendit, o s'du ministri, a s'du kur gjo. Në qëse referohemi deklarata publike, zyrtarë të nismë s'kanë thënë që s'kanë bisedu fare për qeveri.
Veç as për pozitë. karrik të Vetëm për kuvendit kuvend. Kosovës. Kryetorit, kur që tjetë? Paktën referuar në deklaratat Da kemi publike. dëgju Albin U Kurtin, dosh, zoti Kurti, që i se ka se- ofru i ka nën pas kryetari mundësi. Edhe është i kuvendit, vetmi jo që kryetari meritën kuvendit. 48 deputet. Zëqire, rasportojmë qeverisja meriton as në amerikan. ratë parë nuk kupton Na edhe si jep mirë të besim. folmemna, Nëse si i po pari folmemna. ka ofru Unë po ministri them dhe me se ka dep- pas... numrin e deputetëve, pa marrë parasysh e ka emrin Fatmir Limaj apo çfarë Po, pra. emri ka. Kur i ki 3 deputet, dush me ditë fuqinë politike që Që ki i ki. brenda Okej, parlamentit një sekond Tom. Se Pluto. se dha lidhjen e edhe një ministri Duda Baljes. Po, Se se dha? për shkak Duda Se Balje nuk- ka kërku diçka tjetër. Diçka tjetër. Ka Komunë kërku e faktikisht komunë Ati me zoti epitetin Berisha, bosnjak. vetën Berisha. S'ka Jo, ka nëse- kërku vetën Berisha? O Sadik, S'ka nëse kërku janë komunën janë te nisëm, ai. me thonë atë Veton shka. Berisha ka thënë që i ka ofruar post ministror, por nëse në na të dielën thojmë, nuk i ofroi. Pe formojmë edhe një komunë me epitetin bosnjak. Ne Ne- kanë thonë kanë bë faktikisht Eksperimente. komuna me epitet serb. Ne po na mesin të na çfarë komuna po mesim. Do thotë çat moment që ti jep një epitet dikuj bosnjak, dikuj serb, dikuj shqiptar, dikuj kroat, dikuj malziti Pa faktikisht ku pajtonë është në hecë. Kosova Realisht, në një Komunë situata. Duda Baljes. Po le të propozon ministra. Që ka mujt. Ai mos pori nuk shkon ashtu Po nuk sot kishin ndodhur ndodhur në raport me partinë e zonës Zutabali Po, kishte pas shkruan, zhvillime sot kishte po, shkarkuar shkarkuan. zyrtarët e saj nga qeveria për shkak siç u raportua që nuk ka marrë votën e saj të Jo, tjera. jo. Ju pak më herët thatë zonja Hajdari që qeverisja është në mirëbesim, partneriteti është në mirëbesim. Vetëvendosja i ka kërku bashkë qeverisje LDK-s. LDK i ka thënë jo sepse nuk të besoj. Se mund të qeverisim bashkë, sepse na ka ndodhur një herë që s'ka funksionu dhe i ka thënë publikisht që as 5 minuta nuk bëjmë bashkë, e ka thënë zoti Kurti vet. Si mund të lindet besimi këtu? Besimi nuk është vetëm nga njëra palë. LDK ka thënë që s'mund plotësisht, po besoj. nëse kemi kujtesën të gjithë të freskët, ka qenë LDK-i që ka bërë një mocion mos besimi për qeverinë Kurti, ata Me rrëzuan Grenellin në mes bashkë. pandemisë dhe paguan faturën. Do të po, thënë, po, mirëbesimin po, le ta po, diskutojnë me besoj. veten ata, sepse nuk kanë qenë shumë partner besnik në asnjë koalicion. U bën me PDK-n, pastaj votuan këtë gjykatën speciale, u bën me vetëvendosin e rrëzuan në pandemi. Domethënë kjo historiku i mos shndrimit besnik për një koalicion zgjedhor LDK-s i vjen kryesisht brenda vetës, nuk e ka të huaj këtë, se ka të importuar. Madje unë e konsideroj që mos besuesin këtë koalicion do duhet të ishte pyetja ime është kjo, pse zoti duhet mi Kurti, fajsu se LDK-n? rrëzuan me kërkesën e Grenillit 5432. Pse duhet mi fajsu LDK-n që zoti Kurti s'ka arrit me po qeveri? Absolutisht jo. Është në të Ja, drejtën e shigjeta shkon në LDK-s. LDK-n, sepse po thotë që Absolutisht, LDK-ja asnjëherë është në të drejtën e LDK-s të marrë vendime për LDK-n, pik, fund, këtu mbaron. Pastaj përgjithësim se s'ke marrë pushtet, se megjithatë të gjitha subjektet politike garojnë në zgjedhje për të marrë pushtet, dhe siç duket LDK-ja se ka këtë gatishmëri jo për vetëvendosin, se është shumë e drejtë për të pozicionuar jo me ju edhe fund. Nuk kemi mirëbesim, s'duam qeverisim, nuk duam ta japim këtë mundësi, edhe është e drejtë e tyre. Por ata u pozicionuan gjithashtu kundër një koalicioni opozitar, me opozitën e djeshme, me sepse PDK. tanë do ta respektojnë votën që na ka dhënë Zoti shqiptari. Hamza për ditës së parë ka deklaruar që ne jemi të gatshëm për ta bërë qeverinë nëse mbrime i marrë këtë votën e LDK-s. LDK-ja ne po e diskutojmë këtë studio, e dihet Mirfilli, dihet gjithandej që i ka të lashët e saj të brendshme, zoti Abdigjiku S'ka subjekt ka të lashët dorën ka zjarrit. menaxhim mbi subjektin e tij politik, nuk i menaxhon deputetet e tij. I doli ai ushtrisë atje u bën hor, pastaj sa nuk do bëjmë koalicionit të hapur me askën, ai Rahovici deklaroi publikisht që do ta mbështetë kandidatin e vetëvendosjes pavarësisht një vendimit të liderit të partisë. Domethënë këto janë të lashët të brendshme brenda LDK-s. Po të mos e menaxhonte partinë dhe grupin parlamentar sigurisht dikush Nëse nga ata janë- do të vepronte ndryshe, po ishin unike edhe në qëndrimet si grup parlamentar dhe si Për të abstenuar, lidhje, si parti për ta po zoti në këto një në dim këto bashkim situata. zotin Abdigjiku kur u diskutua kjo mundësia për votimin e fshat, çfarë deklaroj, o do dalim jashtë, ose do do i t'i bëjmë do obligoj publike të dalin me kush ka letër dhe votuar. pastaj ata friksuan Po, se sepse i kishin penalizon bindjen që brenda ishte- subjektit Po, politik. jo, ajo Po, shantazh kishin ndaj bindje. deputetëve, Kjo jo, jo. shantazh i Një sekond, hapur. ju mund të Shantazh aksesoni të ndaj tillë, deputetëve. por ata thonin që nuk do ta bëjnë Mirëbesimi se dhe shkelje shantazhi kushtetuese në dhe gjëra doli që kushtetuta Po nuk jo ajo lejon atë. shantazh. Po, ndaj deputetëve, megjithatë po jo ai se deklaroi me para publike mendoj që emra. pas një vendim të gjykatës kushtetuese kur thot lejohet edhe votimi. Sigurisht, Ai do po, i po, obligon po, të po, deputetët po, po, do dalin me po, lista. po, Pse këto shigjeta drejtuar nga LDK-ja dhe siç po thuhet një vallë obsesioni vetëvendosjes ndaj LDK-s edhe në konferencën e djeshme shtypi kryeministri, shigjetat krye punë nga LDK-ja. Po, shiko, mos pori ish opozita. Do të mi kuptu që hala ka hipotekën e skalimurës. Hala nuk janë liru prej ato, hajde të themi edhe paragjykimes, Që janë për shembull profesor që t'jemi më konkret. skandale që ka ndodhë, nuk janë liruë.
Një, LDK-ja, me ofertën që bëri për një qeveri teknike, se e keme elaborum duke qëtu bashkë, për mendimin tem është të përdor atë termin në Ibrahim Rogos që e përdor të kënë letërsi, refuzimi estetik. Por dalimi është se këta nuk përdorin këtë term, refuzimi estetik në letërsi, po në politikë. I refuzoj. Jem dëshmitar, ka refuzu PDK-n, AK-n, vetë vendosje. Ideja edhe qëllimi, për mendimin tim, kështu në e kuptoj, i LDK-s donë me ndërtu një, si me thonë, një profil 3. Për profil, defekti, më falë, defekti... Po, është drejtë e saj kjo? Po, aty spekun të së të kërkush. Për defekti i ndërtimit të këti profilit është se mungon kauza. E jo vetëm të LDK-ja, po ka munguar në përgjithësi të gjitha subjektet politike, ish opozitare, nuk kanë pas kauzë. Me jenë marë me sene kritë periferike, me improvizime, PDK-ja është thirë vazhdimësi me luftën o që jem rëgova me Rita Rëgos. Dërka që, kur nuk i një opozit e cila e ndjek në hap qeverin, edhe nuk i bën ofertë, nuk kanë mungu programe, narracioni programeve për me fut në konkurent qeverin. Në ekonomi, e ke bu qëto, kjo është defekti. Nuk kanë bot njëtën, po e në marë edhe kritë kjo pjesa e fundit, dhe më thonë që kjo ngërë që po e kjo një loj shizofrenie politike, në ka hargju ashtë shumë kosa që sot në ka pru në një prakt bankroti. Pse këto shigjeta ndaj LDK Zojës Dëshirit vetë vendosjes? Po, mendoj që ditën e zgjedhjeve ose kur dul rezultati përfundimtor në ora 12, në fakt preliminar, kryeministri aktual, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosi, quajtja e Vanat, gjithë votuese partitë opozitore. Dhe kjo më mërmenja është fjala e parë që ka shti një hasmëri në mes Vetëvendosjes dhe partive tjera, e ka trash në fakt se ajo ka qenë. Lidhja Demokratike, me njerë me datën 10, pranoi rezultatin. Dhe u deklaru që nuk do të jem pjesë e qeverisë, as me VVN, as me partitë opozitore. Refuzimi estetik politik. Ajo me njëherë... Se ka ndalë në zgjedhje? U tërheq, por në? Se ka ndalë në zgjedhje? Po, edhe ne pajtona me ty. Po ju s'ka ideja ty edhe po garantë si parti politike dhe po vajtë shka po të zona. Edhe në bukur shumë një lofojt LDK-s. LDK ka mujtë me zgjidh problemin. Nuk ka mujtë me ardhë, me padosh LDK, nuk e shëj marrë në që gjanjet sotit. Ajo dosh të pozicionohet. E qoftë është kundër Lëvizjes Vetëvendosi, që ka pas frikë. Bënë një blok opozitor. Që ka pas frikë me i në koalicion me VV, për asyt të të njura, sepse VV-ja në vitin... Listën sërbska nuk ka dikush që bën koalicion sot, profesor. Kjo është standard i ri, dhe për këtë standardojmë standarde. Sërbi nuk mund të thush, një parti mund të bëjë një parti tjetër jo. Sot ju, kanë bu për para të gjithë përveç Vetëvendosjes. Pra kanë listën sërbe. Jo, gjithi kanë bu përveç Vetëvendosjes. Po e kanë të gjitha partitë nëse dojnë. Po, Kjo të ndërtojmë ta kanë standarde. refuzu. Po e kanë refuzu gjitha. Tash po, jo. Gjitha kanë refuzu. Prej që ka ndodhë, ajo çfarë ka ndodhur, gjitha kanë U refuzuar. votu në kryetari. Jo, nuk o votuj. E është sërb. Jo i listë sërbe. Po është sërb mëre, po çka në sërb. Serbi listën sërbe. Bulgar nuk ka. Për listën sërbe. Ideja isha duke të pritur kur po e përfundon, sepse edhe nëse bëhen bashkë gjitha këto, Nuk i mrin. nuk e mrin. Jo. Alejan, nëse lejon bashkë. Por LDK-ja ka pas frikë nga VV dhe për këtë arsye se ka pranuar një koalicion me ta. Dhe fatkeqësisht nuk i ka pranuar asnjë koalicion me partitë tjera opozitore sepse ka kërku një qeveri me mandat të plot 4 vjeçor dhe me zgjidhjen e problemit të presidentit ose të presidentes. Pra nuk ka dashur me hinë në lojra që të shkohet në zgjedhje prap. Kështu që ka vendosur të tërhiqet, të rënë si parti opozitore që për mua është e gabueshme sepse të hinë në zgjedhje me garon me fitu. Po zoti Zeçiri po e merr një rezultat. Edhe në bazë që ati rezultati i bën kalkulimet dhe veprimet. Në bazë të rezultatit jo blokada, sepse është një interesit. Zoti Zeçiri. Opozita të harxhën apo? Po vrej 2-3 sene veç mi thonë. Është e vërtet që gjitha partitë politike kanë përdorur, do thotë dikush ma shumë, dikush ma pak, fjalor apo fjalë trana për oponent politik. Do thotë, sa i përket asaj që Albin Kurti ka thonë atë termin hajvanat, ka qenë diçka matematikore rreth buxhetit që janë çështje që kandidatit caktuar e ka përmendur. Jo, unë jam fol bashkë aty, kur e ka thonë fjalë ran. A dhe ti e kon atë? Po, për çka kam konë aty? Po, vetë që po tregoj.
Tash, Albini Kjo ka një me vetë hajvanat vetë. kuptimin e buxhetit. Do thotë ka qenë matematika diçka Kalkulimi Qatë gabuar. në buxhetore, 12 nosë kalkulimet në folet gabuar. për avokat ajo fjalë. A duhet me Pret, dorë Litro. një ruat popull 400.000 vetë Për që e kanë votu? Po jo bre se ti veç pe zgjedh një fjalë, e se din krejt që a thonë aty se si thonë aty. E fundit e kom Tash, parë televizion. aja kanë shonë nonën që të akademik të e LDK-s me nanë, taman mrenda Parlamentit Kosovës, akademik të e LDK-s, njëri për i tyne, me nanë e ka shonë Albin Kurtin. A është e vërtet? Se ka shohet Që ti Albini. për cilë ata? krejt, Po, për po, të e litru, di. E kom në një dhënë. a keni që ato? Qështu? E tash, a është që kjo Albin Kurti, që kjo i njëjti, i mirë i keq, pak ma shumë i mirë se i keq, që e votoj si nën kryetar. A është ashtu? Po. Është ashtu? Po, Të morën, po s'ka i nati kur i ki interesin shtetëror. Ja, Pa ja. morë parasysh sa shohën e sa duhen e shka. Do të thotë Albini e votoi çata që ja ka shonë nanën brenda parlamentit. Sa shumë do të isha Kosovës si pajtu me nën to me kryetar. se kjo për një me është Pasta- praktike që s'ka i natë për interes. Pastaj e Ka dhe dyta. shumë, të na ka dëshmuar Jo, që jo, ka shumë i pastaj- natë o burë. Mirë do bëmë shot gjithë nërmjedetit. Tash, a e është marrën se një kryetari një partije politike çdo 2 të natë, pa marrë parasysh cilë televizione, është thot Albini është shpion i Serbisë, Albini është shpion i Rusisë. Varet çysh do thotë çysh është i disponuar. Albini punon për agjendat të Serbisë. Albini punon për agjendat të Rusisë. A është normale, kjo mi thonë kryeministrit vetë besoj që s'është. Për që ata dhe kanë fitu qaq pak vota edhe qytetarët i kanë denu. Tona, qëta që s'po mu i pa e thonë, është normale, ta shpjegovan kush do për juve, që edhe partit politike do të marrin vendim me ndalë në zgjedhje të rregullta, nacionale, do të e kanë kampanjën parazgjedhore, paguen prej shtetit në bazë të numrit deputetëve, marrin miliona euro, edhe pastaj thojnë a diçka. Na nuk pedojmë as Albin Kurtin, që i ka 48 deputet, po nuk pedojmë një farë mënyre as vetveten për me qeverisë. Ata kanë dalë me fitu zgjedhje, do thotë me fitu zgjedhjet. Gjitha partit politike, tash, nëse këshin formu, do thotë një blok opozitar, nas kishmi pas aty muhabete heq me lëvizjen vetë vendosje, edhe e bajshin me shnet, ja kishmi uru blokut opozitar shqiptar. Okej, sepse ta më shpjegon Po mi me kuptu, edhe po dalim zgjedhje dhe s'podojna, edhe po dojna me fitu, po të na s'podojna hiq me qeverisë me kërkan heq. Unë përgjigje s'ja, po vetëm po i them disa fakte, disa fakte pitëm. Edhe nëse bën bashkë, sepse përmendi dhe zoti Zeqiri, pa vetëvendosjen. Gjitha partitë tjera, Ku pedin ata që dikush i vetëvendosës nashta i voton? Një sekond, na po deklarojmë Ku pedin ata nashta prej mbi deklarimet zyrtare. 48 deputetëve dikush i vetëvendosës se voton një qeveri tjetër. Ne mund të flasim mbi deklarimet zyrtare. Nuk i kanë votat, nuk i kanë numrat. Nuk i bën 61. Bashkima me ful pak ma ka dal, a pak ma nuk i bën vot, 61, a pak me nuk zombatol. i bën 61. Ku peden, LDK-ja, PDK-ja, Aleanca, edhe nisma që dikush prej deputetëve të vetëvendosjes nuk e voton një qeveri të propozuar prej tyre, me një mandatar. Ku pedin ata? Çush e ka ditë zoti Kurti që i ka 61 vota, 62, 63, doli që i ka 56. Okej. Domthonën ti po thua diçka. Presidenti mos ja e pas mundësinë, apo ata s'podojnë me marrë mundësinë. Është sikur lojën në futboll, bashkim. Kur të vjet topin, pjesën tonë mona diçka, s'po du me lut më heq. Pelo lojën gjysë. Po nuk ka mundësinë me lut, s'moj me lut, Jo, bre, si kam numrat. me propozuar emra dhe me dalë aty me të votuar. Sa i përket këtij refuzimit estetik që fol ma herët i profesorit, e konsideroj që Rugova ka qenë e ka pas luksin me bërë dhe refuzime të tilla, qoftë edhe estetike, të tjerët nuk e kanë, sepse dalin gjys për gjys më pak se sa rezultati Rugovës dikur. Prandaj është situatë goxha që nuk mund të krahasohet. Unë e kam dëgjuar një deklaratë të parit të LDK-s që thotë politikan duhet të marrë përgjegjësi. Ne synojmë të dalim të parët. Shumë mirë që synojnë të dali pari, se gjithë secili prej tyre synon të dali pari, por megjithatë sa po shihet gjasat që të dali pari prap janë pothuajse zero. Me rezultat më të mirë dhe mund të dalë, po të dali pari vendos sovrani, kush dali pari në sa vota atëri vjen që ta qirë edhe po dolin zgjedhje, edhe s'podojnë me ndihmë për formu qeveria, ato qeveri janë kundër shtetit. Potencialisht prapi treti. Ne e dimë që në Kosovë sistemi është kështu, është plural, kërkohet bashkëpunim. Unë ta dim kush po vlet se kur më po kryeministër dikush tjetër. Po, veç është goxha problematike. Jo më Që do të Rugova, bënë president të bënë kryeministër. Shumë mirë është që asnjëherë Jo, s'ka e kaluan se situata e ka pasur dritën në refuzues se ka marrë shumë kryeministër be Po ka në me situatën ku ti matematika me shantazhon ose pretendon që ose ti i pari ose nuk luan fare, nuk bashkëpunon me asnjërin, kjo është logjik bllokuese dhe logjika bllokuese po vjen nga i treti, sepse ky është sistemi. Sinqerisht nuk e kuptoj. Fuqit janë goxha të barabarta. Ti dosh me marr on me të parin o me të dytin. Këtë konkluzën kur po i thoni dikujt bllokues kur vendos
me respektu votën e vetë që e ka marrë dhe Nuk Ata është çfarë punë në vote, mafia, është për të vote, Na jemi është që me për ky për që përfaqe as me probleme ty, në as me brenda. Që Se ta s'ka çfarë në guzim mafia. për të orientuar, Na jemi o me që të tu 5 parin, o me persona të që jemi dytën. tu debatu. Edhe po duhet gjithë qysh me kon loj 3. Me fitu Edhe na 3. dy thojmë adi shka, une Po, edhe pse Sadiku s'dojmë heq, falë, du të me kon 4. Po thojmë na nuk dojmë heq. Po. Atëre qysh po luni? Po dhe 3. Nëse analogjia lojës qysh? me Është e me njëjta rezultatin logjik. zgjedhor në Jo, politikë. mone, është e njëjta logjik, ta po thëmë është e ty. njëjta Jo, po logjik. kështu kështu e si analogi, bllokimit, si analogji e po blokadës. them. Si analogji. Po Është krejt që njëjta na shojnë logjik. nuk janë akademik. Është e njëri. Ta du të blokadës. folën edhe për ata që e kuptojnë gjuhën e tjerë. Edhe në gjuhën angleze i treti është kingmaker. Ai që vendos për fituesin. Por ata në shtete me demokraci Në qindra qoftë vjeçare. se qenë ka gjuhë Demokracia blokadës kjo. substancione, që është? Çka janë qëndrimet e vetëvendosjes për PDK-n dhe PDK-s për vetëvendosin? A janë edhe këto qëndrime Jam bllokuese? përjashtues. Jo, nuk janë as pak, sepse PDK-ja ka zgjedhur mes bashkëpunimit, ka thënë jo me vetëvendosin që është e drejtë e subjektit politik, por po me LDK-n. Do me thënë, megjithatë ka dhënë sinjale që mund ta bëjë qeveri nëse ka gatishmëri prej Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është e vetmja LDK që është bllokuese me secilin aktor. As andaj as këndej. Dhe prandaj e shndruam në punën e lojës që megjithatë i tëriti ka rëndësinë e tij politike dhe duhet marrë. A mundet dikush për juve më shpjegu, posaçërisht ju Fatime dhe ju zoti Gashi, çush i bojnë ta 61 numra pa vetëvendosin dhe pa listën serbe? Hajde. Po që po ta shpjegojnë, ta shpjegova që 3 herë. Çush i bojnë? Pa marrë parasysh ai bojnë as i bojnë, se ata nuk e dinë, ajde nuk është Jo, aty me lotaria kyr aty kafe. s'hyjet, po Jo, nuk çush i është bojnë me 61 kyr numra? kafe aty apo lotari. Ata do të me propozu. Lotari nuk bëhet zoti Do të Gashi. me propozu më njerëz më Po ona propozon diçka. pas numrave. Pa diçka, sikur stashun e muqu, po figurativisht, po me ona diçka, s'po pëlqen debati me ty dhe po iki. Ama e ki obligim për herë të kës mi pas sa jena? 5. Jo njëjtë të thëmë njëri, unë s'po di që ta shpjegu ma Jo, bre, thjerë. jo, po flas me Emilia Regjepi ka thënë që se voton. Ne. Elbert Krasniqi ka thënë që se voton. 2. Lista serbe 10. Nuk e voton. Që tash lutem. Hajde, Aty ku e vërtet rreth? Qiri Hajde. është militant i zonë. Po, deputet dhe LDK. po, 24 PDK bojnë 44. 8 Nisma dhe Oke po, bojnë 52. po. 8 se kenë 10 minoritete jo. Rashiqi ka thonë që nuk e voton. Çet lut, ja Rashiqi ka thonë e votoj kush do të bëjë. Ja s'ka thonë Po pas. po Rashi që ka Rashiqi shumë. bëhet Rashiqi. A, kjo lotari është bo. 50 deputetëve të minoriteteve jo serbe, Po, 2 po i hekim, po, 8 po mesin. po, Po bëhet rrafsh 60. po. Veç një vot ka nevojë. Po, Edhe si se ajo vot, gjithmonë ajo ka vot- lëvizur deputet, Ajo gjithmonë ka vot- lëvizur. Po Nëse pra. mos të hekim për mes. Lotaris bëhet. S'di çka po Sa na do- të mos. Gjithmonë Ai ka hero lëvizur. anë, hero këne, vorët. Por që që Vorët. Rashiqi mundet edhe ai, sikur ju ofron Qashtu është. poste ministrore, Po, mëre, Rasim po, Demiri, ndron qëndrime e ta. të tjerëve të tjerëve, Po. i ofrohet edhe Rashiqit një post ministror dhe bën Gjej Zeqiri, po dhe Por kjo deputet është fa farlotërie, shumicës kanë që lëvizur. zot me hyp në atë farlotërie dhe zot me lut atë farlojë. Se nuk po Mos kanë harrojmë guxim, edhe nuk diçka. se nuk Jo, po mos kanë harrojmë guxim edhe thjesht diçka. me dal. Me provu. Zonja- Me provu, me zonja- propozu de- vetë. një deputete po me- LDK-s mi ka propozu thënë që nuk e voton. preferumit e vetë për kryeministër. A është ashtu? E kemi edhe në minus një tjetër, sepse një Po, me deputet që- LDK-s me që- ka thënë që s'voton. Me që Po, është lidhje, mundu more, me hajde, peshku. kusha. Me që është mundu me peshku. Jo, çështja deputet, numrash, absolutisht nga çështja lëvizja numrash. vetëvendose në për subjekte politike. Edhe ata lejohet. Atëherë edhe ata munden me peshku në problemi deputet. hiç pa Gjithë Gjithë ka kanë ndodhë po, Zeqiri, as gjithë ka pa i ndodhë kjo, peshku. që Mirë ka po, shumë mirë po, normale. çka ke Se kuvend? nuk kanë guxim me Qito thonë, na e zgjedhje që kemi kanë prodhu qito kandidat për kuvend, kryeministër. këta s'mundën me Qitë bo person, Jo. edhe po dalim vota. Jo, Pse? absolutisht jo. Edhe Tash që kjo shkojnë ja në kam zgjedhje me Po, kërku Se nuk buja. kanë guxim. PDK-ja, LDK-ja apo kushdo tjetër, po këto dy parti më të fuqishme me numër deputetëve shqiptare. Edhe me thonë, si PDK-ja, apo LDK-ja, apo në të merren vesh nërmjet që thonë, na e kemi qit kandidat për kryeministër. Ai jep emrat e kabinetit qeveritar, kush është për? Voton për, kush është kundër? Dosën po të thirë. Po pse jo? Ja. Jo, po i takojnë Zeqiri, mandatari i dytë i takojnë. Jo, ti Çështja mandatari i dytë Ajo, është si si pe bindet di ma presidentja mirë kush e ka se shumicën. Gjardet e një Ajo në shkrimë përkthejnë na të votues. Ajo përkthejnë S'po tonë atë pozicionohet votë, asnjë, atë zgjedhjeve të para A kohë. disa kollaj është Për çata ata nuk me dalin. pas se që shkon kjo punë. Te mandatari i dytë, presidenti ja kërkon që ti shkrime, po. dëshmohet kush i ka 61 Me në numra. shkrimë. Ti përfundon ç'ka zoti Gashi? Po jo, s'është thonë më në shkrim vëlla, sa Jo, dhe sa. jo, dëshmia është kështu. Ata e bindin, kërkur nuk shkruan legj as kushtetut do Qysh të me me në bind? shkrim. Qysh me bind? Po mënyrat Me beja na Arbitru shkrim, është me shkrim, bejë. ka një mirë besem. Po jo nuk do thot me thonë në shkruan e qiton, Jo, unë me dyti. qenë edhe ashtu, po nuk do thot. Qysh e diun në nënshkrimet duhet. Mandatori dytë. Herën e dytë, po. Mandatori dytë duhet më aqu 61 në Zeqiri, shkrimë. nuk ka vullnet për një
e marr. Unë e di që do të me Besimin bind tuaj. e tash me Nuk nështrime pa ka nështrime vullnet çështje për tjetër. kësaj 20 deputetëve të LDK se kanë precizuar më herët, për ndryshe, për lëvizjen e 3-4 deputetëve kanë ndodhur gjithmonë. Dhe sidomos te ky tabori tjetër. Nuk prodhon qeveri. Po ju nuk prodhon. Tash Me është liu. e qartë. Ky kuvend, Është e me qartë që ka se dështu prodhon. zoti Kurti, Nuk me e di. 48 Ne veç e deputet, diskutuam Jo, jo. se ka dështuar. atër këta tjerë dështojnë halo më kesh se zoti Kurti. Nuk e di me Kështu dhe që- do të me prish. Kështu që ai ka marrë 56 vota, të këta e marrë tendencës 52 pse shi vota. gjetat më shumë, Nuk ka vota. se po Nuk atakohet ka më vota. shumë. Po, Pa do dashur të ju deputet, hyn do hak, të po me kjo pritet edhe një barikadimi Mirë, po as me vesh nëse ka PDP-n as me konsenzus vendosjen përgjithshëm po i shkon. për një qeveri Pastaj teknike, të me akuza më e quvendin madhe. të janar, mësë me pas Çdo zgjedhje. që tjerë na do të me prit faktikisht atë takimin që kanë me presidentin, Dhe fatkeqësia- atëherë krejtësisht më të qarta ose situatë. ndonjë vendim i ri që vjen nga gjykata kushtetuese aty mund të Po, bëhet vendim. okej. Nuk Po, e po. di çka mundet me ndryshu gjykata Jo, kushtetuese, gjykata sepse nëse analizojmë vetë s'ka pak ma shka. akt gjykimet e gjykatës kushtetuese, ajo konstaton se kuvendi është i konstituum. Po. Edhe u kry puna. Që kuvendi, jo, konstaton që kuvendi mundet me vazhdu punën kur ka quorum, dhe po të ishte në pyetje vetëm vota e një deputeti caktuar, siç ka qenë me zotin Hoti, do të mund të thotë diçka, vendimet e gjykatës kushtetuese nuk kanë veprim prapakthys, kështu që çfarëdo që të jetë, supozoj, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të afektojë asgjë sepse në akt gjykimin e fundit e ka cilësuar si shtërruese dhe ka thënë që kur ka quorum, kuvendi mundet me vazhdu punën. Po. Edhe për çat arsye është zgjedh Rashiqi faktikisht në bazë të akt gjykimit të fundit gjykatës kushtetuese. Kështu që, profesor, nuk di dilemat, po më duket sa po mundohemi me hek, po shton më shumë. Po ky far kaosi, se me thonë, kaos i Zor mja qillua. kaos i kontrolluar. E ka krejt kjo var. Qëllimshëm, a? I Po, kontrolluan. tash nuk kam në dhona se nuk mirë me informacion, analizat në bazë të prononcimeve. Këtë far kaosi të kontrolluar me siguri do të me pas një arkitekt. E arkitekti ose më me qenë një ose dy ose tre, ose akter subjektet. Unë mendoj që krejt skenën politike, amnesti nuk ka ndaj askujt. Gjithë kanë faj. Gjithë. E kanë Dikush më faj. shumë, dikush më pak. E tashti këtu duhet me e madhë. Varet prej cilit kanë vështrim e sheh. Një njeri cili nuk ka, do me thonë, anime, mendoj, së do kudo edhe në prononcimit e mija me koni kujdesshëm edhe vëmendshëm në mes. Rruga jam në mesi. Nuk mbroj kauza, si me thonë, ideologjika, as partioka, as mbrojt kur, për mua është shteti edhe kombi. Shteti është u kërcnu me që kaosin e kontrolluam, edhe kjo po prodhon një situatë edhe një mësim, një leksion që unë mendoj që në të ardhmen do të duhet gjitha subjektit të kenë një vëmendje edhe ta ndryshojnë këtë farë, si me thonë, këtë farë statusi dhe këtë farë gjendje. Edhe kushtetutën. Edhe kushtetutën gjatëqysh, unë e kam thonë pe fillim kjo është një këmishë ngushtë, mas pari tek presidentja. Është absurd dhe Situata më ka zjedh. ndryshu prej Shiko, zgjedhjes kushtetutës po na të kemi kishëm që evoluar. vetë një shembull të thjeshtë nëse më lejon. Për shembull në mars e kem për president, po ta kishëm sistemin presidencial. Me një fuqi tjetërfare ligjore. A dini çka kishte menduar? Tash atëherë kishte më ardh këto që e përmendet tonë. Autoriteti i saj moral, ligjor, legjitim, legal, qysh dushme. Kishte mujt me ndryshuar çit situatë. Në një situatë ku presidenti është produkt i marrëveshje, mos më thon pazareve, hajde po themi marrëveshjeve, ajo detyrohet me u rezervu edhe me logjikisht logjika e qenë me anu ka është më i fortë. Për shkak se i duhet fuqia. Te numrat, po Po, është Ose Normale, tek normale. është një Është ky normale kalkulim- ku janë numrat më shumë që ky ne do të manu. kalkulim- Për me mujt me bazë me qetë Ky zgjidhje. kalkulim e dobëson që tipin e demokracisë procedural. Kthejmë në disa deklarime që i folën për zotin Lima, e pas ka thënë një deklarat pak më herët në një televizion tjetër, ku ka thënë që me zotin Kurti kanë pasur dagodim, madje i kanë cakruar edhe gotat një ditë para mbajtjes së seancës kuvendit, duke thënë që edhe ka pasur të përgatitur fjalimin si kryetari i kuvendit, por gjithçka të pas një njoftim ka ndruar ditën e seancës kuvendit. Okej. Është deklarimi sonte me zotin Lima, zotin. Po, Është aty ka zoti interpretime të lloj-llojshme. Në një notë e po Mimoza Kusorin, deputeten, e cila tha që ne nuk kemi pas konsensus brenda Partisë, partisë koalicionit. që me votu
e Fatmir Lime. Ka dhe Prandaj fraksione edhe brenda. zoti Kurti ka pas frikë, edhe nëse e kandidon, dhe nëse e propozon zotin Limaj për kryetar të kuvend, nuk do t'i merr vota. Kështu që kjo është arsyeja që ajo është tërheq dhe ka met Limaj po kryetar të kuvend, sepse zonja Mimoza Kusori e para se kish votu zotin Limaj, sepse ne e dim te loshet ku profesori vetëm ka qenë atëherë pjesë po mdoket e qeverisë apo diçka Janë qeveri kur heq. Jo, ata harron, As po. anëtari partisë. Unë besoj që kërkush s'ka pasë dhe s'ka arsye me special Limaj e ka të marrë çfarë do lloj Mimoza funksioni. Kusori që Por Limaj të problemi jetë është që ministër numri i vogël i qeverisë në deputetëve koalicionin me fuqia SAKR-s politike. dhe PDK-s. Kjo ka qenë vota e parë që do të kishte dorë kundër. Më pas edhe votat e Maleshevës, sigurisht televizës vetë vendosi do të kishin qenë kundër Limajt, e të tjerë e të tjerë. Kështu që kjo është djegja e parë, që ka bërë marrëveshjes parë. Edhe një deklaratë tjetër Çenka, sepse e kemi diskutuar shumë se si ndodhi që zoti Basha të propozoi për ministër. Zoti Lima pas ka thënë që të dielën para seancës, zoti Kurti ka thënë që në këmbim të votës për qeverinë do ta largoj zotin Basha nga kryetari i kuvendit. Po, që ka pasë deklarime të tjera. Mos me qenë as në ekzekutiv. Ka pasë edhe deklarime tjera që zoti Basha ma herët veç ka qenë. Se të më thënë fillim, thënë nuk kem pazare. Krejt E na pëjmë shefi me eufemizma vullnet politik. Këtë do të mja thonë fenomenë proceset, do të mja thonë fjallën që meritojnë. Jo, në ta thashë më ndryshe pak. Të Me janë, thashë që në interes është pak shtetit, vrasht, jo interesa personale me pas. Qashtu në thash. aty dakord, ama janë pazare. Okej. Lypin, shiko për shumë këj Unë jam i thonë minoritete, pak ma lyp bukur, me ministri. thonë pak ma mirë, me thonë Se marrëveshje. e ka po, se kjo situatë, që të zgjedhje, kanë prodhu një atmosferë dhe një situatë që asë njëherë nuk është përvu në këto 25 vjetë, 26 vjetë. Jo. To është problemi edhe tek sistemi zgjedhor, edhe tek ligji zgjedhor. Sa ishte qeveria Kurti 2023 më duket, është bo një reformë, por nuk janë bo reformë, si me thonë të thella, janë bo kozmetike. Mas pari që gjithmonë këto më do të me thonë, se kam qenë pjesëmarrës në Komisionin Qendror. 20% të Komisionit Qendror janë prej minoriteteve. Në jetën reale, hajde, sa i kije? 20%. 20%. Vendimet që mirën në Komisionin Qendror zgjedhor mirën prej minoritet 20%. Për shkak numrit shumë partive që i kanë minoritetet. edhe 10 Do të minuta thotë kohë. minoritet, kemi sa do i vogël e ka një parti Sa ma politike. shpejt, unë uroj që të gjendet një konsenzus, subjekten, të ardhmen, me gjetë një gjuhë përbashkët, për me ndryshu kushtetutën, me ndryshu edhe sistemin e përgjegjës presidentit. Presidentja nuk mundet më zgjedhë me qëtë logjikë. Sistemi i tanishëm është pengesë serioze, edhe në kulturë, edhe në emancipim. Ka në formula, ka në ideja, ka diçka të shkruar aty që me i Presidenti dhonë më zgjedh faktikisht. për popullit. Po, okej. Edhe propozimi i komisionit që ka qenë i formuar për këtë çështje. Kush me propozu qatë personin ose qatë gru ose qatë burë që mu zgjedh prej popullit. Të dole të tëmë se... Shoqëria civile, kuvendit. Me kandidu dhone? Po jo me rekje drejt. I pavarur. 18 vjetë plus, ha? Ka disa kritere, zoti Gaxha. Në qënë sistem aprovohet në herë. Unë e uroj që të bëhet sistemi presidencial. Ki drejt ti e unë, a i tjetëri me hi. Në një situatë hipotetike, sikur ta kishëm një sistem tillë, fuqia e presidentes në qëtë ngërqin, në qëtë konsulten që po thuhet ti, ishte me ta zgjedhë me autoritetin e vetë, se ka votat e qytetarëve. E në momentin kur ti zgjidhesh me pazare, më me thonë ndryshe, kalkulime politike, ja për të do qëto, votoje qëto, bëne qëto, atëhere humbe dhe vlera e demokracisë, edhe njerëzit janë zhgënjur. Për që ta, na kene me testu rastin, sot ja qova bashkimit një shkrim, jem të mot me një grup të ekspertve, jem shumë i bindur që ka me ra në balotaj numri i votuesve. Numri në balotaj, edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ka një krizë besimit, është evidente. Kush ka më dënu, kena me po. Kena me po, ideja është kjo sepse jemi në minutat e fundit. Në qovë se do të shkojmë zgjedhje dhe duket që do të shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, gjuha edhe diskursi, po them kështu, e partive politike ka shi njëra tjetrës,
A ka me dalu për asaj që ka ndodhur në fillim të viti për zgjedhjet e nënshme? E konsideroj po, më shumë për faktin e trysnisë ose presionin që kanë bërë edhe mediat, edhe shoqëria civile, edhe qytetarët në përgjithësi nuk e pëlqejnë një gjuhë të tillë. Mendoj më shumë për këtë se sa për faktin e bashkëpunimit. U përmend edhe më herët që askush prej subjekteve politike se ka kursyer as njërin as tjetrin, pavarësisht nivelit intelektual, sharrit dhe fyerjet kanë qenë më të rënda. Po për tek kësaj e konsideroj shumë të nevojshme menaxhimin sa më të mirë të subjekteve politike në mënyrë që në të ardhmen me qenë të gatshëm për të bërë marrëveshje njëri me tjetrin, sepse e shoh kryekput problemin edhe ngërçin tek kjo mos pasjen e fuqisë të plot liderët politik, pastaj edhe telashet për me marrë vendime. E shoh goxha këtu problemin, se kjo çështja tjetër e jom ke fy, jom ke shok, ta nuk janë 7 vjeçar, për interes shtetit është dashur të bashkëpunojnë. Tumbime ka me pas. Këto janë arsye Gjua pak më e moderume me thonë kështu. Ideja ka me pas tumbime të tilla që për shkak të tyre mos e mujtë me bashkëpunu. Po jo, unë prapë se përmendem 100 herë. Sigurisht që gjua ka me qenë më e moderume, tumbime prapë të thëmë po, a mirë po jo të natyrës edhe nuk besoj që dikush do të më marrë personale. Se për të jep një personale, zgjedhjet nacionale, mbi gjysmë milion euro ka shku gjobat për shkak të diskursit që e ka përdorur partitë politike dhe veprimet e tyre. Në zgjedhje lokale, më duket ka qenë te është 100 mishe, se ka kap 100 mishe. Po, ke pa për shembull na e kemi këtë preferumin lëvizjes dhe vendosje. Harulla Çeku e ke pas ai kulturumash, do thotë nuk besoj që ka mujt dikush me gjetë një fjalë tron ndaj oponentëve politik. Edhe ti goxha ekspert je për me bu fushat e PR. Po si me të bu fushat? Hajde besu që e kam detyrë. Normal. Jo, vetë po ta them gjua e moderume. Gjua e moderume. A se përmena dikën tjetër? Goxha një spin i fortë kështu. Sadik. Ja, mendoj që gjuha në zgjedhjet e ardhshme do të jetë më artikulume, më e butë, pa fyrje. Ka me pas ka pak. Tumbime ka gjithandej, megjithatë jo, se e kanë pas që kanë gabu. Dhe unë mendoj, edhe besoj, që zoti Kurti ka qenë me oshprej, po edhe zoti Haradinaj që kanë shur rrugën. Nërsa dy lider tjerë, Bedri Homza ka pas një gjuhë më të kulturume, më gjuhë ekonomike. Unë jam me ty, edhe pse, për shkak se kemi pas që ata që kanë përdorur gjuhë tash për thymje, do të thotë direkte, tyre se na e dim që na shqiptar do të thotë se cili ka do të thotë tepër ndihmëri, nëse bën thymje të tilla, tu e lidh me Serbinë, jo shpion, jo punon për këta për ata, do të thotë është tepër gjueran. Po për me kuptu qytetarët e Republikës tonë, shtetit tonë, e shohin që ja është përkthyer në shumë pak vota. Për këtë arsye besoj që kanë me qenë shumë më të moderuar gjithë. Edhe tash faktikisht don ashtu edhe kanë vaktin me shku në pension politik. Do të thotë pak është pa marrë parasysh që kushdo që i humbë, kushdo që nuk e kalon pragun, faktikisht politik. Pragun e kalojnë që të parti që në kuvendin e Kosovës. Jo, dënë ashta se kalojnë. Të gjitha kalojnë Jo, pragun. dënë pa e ditë shumë. Me kom këta, këto kemi me po, votim si me këta manësirit në botë. Kur i shetë 20 vjetë. Pozicionin e vishë, që nuk ishtohet Kur i shetë 20 vjetë. Me kom pak mirit në botë, kur i shetë 20 vjetë, besoj që du të mjalëshu rrugën do matrive, që janë ma kreative dhe ma pleqëm. Të gjithi kanë ka 20 vjetë ju morë me politikë. E konsideroj që veç duke bazuar në rezultatet e kaluara pjesë e shoqërisë janë kontributin e vetë kanë pa diskutimin, por edhe zoti Haradinaj është e vitit 2000. Po jo, nga mu ato qytetarët e Kosovës. Zoti Haradinaj e ka pas një pauz smodhe për shkak të hogës. E kush ka mu pensionu? Qytetarët e Kosovës du të me votat e tyre mos ju him hak qytetarëve sa ata vendosin kush sa vota qytetarëve si. Po vëm qytetarët vendosin jo në aste. Gjuha e gërsuar e fyerjeve. Unë jam shumë i bindur që ka më rritë, por jo ndërmjet subjekteve politike, për shkak se kanë sankcion. ZAP-ja, aja me qatë punë njëre. Bën gabimin... Pra pare të shkujnë shtetit. Po. Kush ka me polarizuat e? Mediat. Unë mendoj që mediat kanë kauza partijake, ideologjike. Disa, jo krejt mediat. Edhe ato e kanë një regulator që i dënojnë. Me gjitha atë po shumë më tolerant se me televizionin publik. Jo, unë veç e tash. Jo, ka shumë të drejtë. Ato, sinqerisht, kisha dasht. Po ikim kësaj për kësaj teme, sepse i kemi kolegë me respektin maksimal për secilin prej tyre. Për shkak se gërë që ka prodhu një polarizim s'kajshëm.
një barikadim në përistikame subjektet të ndryshme me krajnarizme. Edhe të në është, dhe me thonë, funksion, ato që përmene, këndeshmëria, kanuni, sharjet, kanë efekt edhe një jetën personale. Normal. Mirë po kur bohen Ata publik, të vendime ma herët janë ma shumë në përoda se në parlamentin qeveri. Ashtu është ka funksionu. Sharjet, kur bohen publik, që është ndodhe kjo aksidenti me Armendin, e kanë tjetër konotacion. Pra, unë mendoj që mediat kanë me ashpërsu këtë gjuhë, sidomos mediat sociale, në për Instagramet, qëto gjeneratët Ama në ato media sociale në Instagram ka me shkru dikush, se ato vetë nuk shkru në profesor. Inteligenca artificiale. Jo, është ushtria digitale, që cili subjekt ka... Po mendoj që kjo është shumë pak shqetësuese se niveli profesor, më i prapë se dashur prapë na jetojmë qitë ku jemi. Edhe së mund është tash kohët internetit me andalus kërkujna që me dhona i mendimin e vetë. Jo, nuk edhe thashë. sa ma, mirë, ka një herë të menu që për indihmon një subjekti politik me thymje tjerve, veç është autogol, kur gjë tjetër ma tepër nuk është. E rëndësishme është që liderët të qetësohen mos përdorin gjuhë shumë të rëndë, se për qytetarët e mbështetësit kjo ka ndodhur gjithmonë. Qëshja ka nisë që të ditë të fundit, nëse i marim për bazë si referenca këto, shpresat jonë që kanë me qenë shumë më dërru. Ma bët, ha? Okej, hane. Uroj që shemë ma bët që për të fundit mos i marrin. A dipse se është balotajë për çata. Jo, e konsideroj që gjithmonë kjo e nivelit lokal ka qenë më shqit, më shtruar për shkak kontaktit të përditshëm me qytetarë, sepse dalin dhe takojnë qytetarë veç një vendit. Madje ka tendencë me mësu pronarë të bizneseve, shoqëri civile, njerëz taktuar, grupe, familje, pak më të mëdha, prandaj janë më të kujdesshëm, se nivelin qendror që i takojnë në sallat mëdha ndrron situatën. Që ka ndryshuar gjuha e përdor çdo fushote zgjedhore, jepin ose kemi rezultatet e koalicioneve që po bëhen për balotazh. Sot ose sonte është bërë E pa mbushtri, koalicion e pa mbush në Kosovë. unik Po. në mes AK-s dhe VV-s. Është mirë. Në pej, vetë vendosja i ka për ftesë publike i ka për ftesë publike. LDK PDK në fushë Kosovë. Shumë drejtori. AKVV në fushë Kosovë. Në Dragash është bërë koalicionin mes PDK-s dhe VV-s. Po u bë edhe një në mbushtri, po pastaj kryetari i Dedës mori shumë Është mirë që kjo ofendime. gjuha e liderëve partijak, politik, mes më bërë në për komuna. Krejt është problemit të lider politik. Apo du ti ata japin ato lider në shynat që qendër më shkësirë. marë mësim për këtyre lokale, apo? Që këta, E kundërta. tash me që është balotazhi, këta është mirë me heshtë, më mirë dhe milon vetë me Mos vepru. po heshti me Me zëshpire vepru e partit politike në për komuna dhe ata kryetarët që janë kandidat për më bo kryetar në për komuna. Se ne jemi Sepse ata dakord. njëjë që shoqin dhe din me kënd mundet me bashkëpunu për një mandat 4 vjeçor. Me që jemi një situatën çfarë jemi, zoti Gashi, sepse që t'jemi më shkurt në kohë për shkak të minutazhes. Në balotazhi, nëse shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme para balotazhit, nëse shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme, a ka me determinu pak a shumë edhe orientimet e bashkëpunimit tanë? Unë besoj që është... Sepse situata është shumë është mirë, komplekse. po na nuk kemi pa ndonjë tension, s'po unë s'kam pas një tension, do të thotë në zgjedhjet lokale dhe tash do të thotë që e tha faktikisht Sadiku, që po bëhen faktikisht bashkëpunime shumë të mira, koalicione shumë të mira dhe kjo mundet me ndiku vetëm pozitivisht, jo negativisht. Se nëse dikush në vushtri apo kudo që i përmeni, mund do thotë me na kur i shohmi, do thotë sa ma pak din njeri kur i shet do lider politik, që shfoli njonin për tjetrin, thuja se pikapin pushtë atë ne dojnë me luftu. Ata se dinë që shumica se kanë për një me heq, e kanë veç për shkak të votave. Se ata ndoshta edhe kanë simpati ndaj njëri tjetrit, mirë po, okej, menojnë që qashtu fitojnë vota ma tepër, tu e kallë faktikisht, po jo, mënyra e zjarët e të folionit, pi bjesë kur me kallë zjarëm, do thot edhe ajo është krejt në interes të votave, mirë po jo personalisht, sepse personalisht, edhe kur i shep privatisht, ata s'kan kur farinati njoni me tjetrin, s'paku nuk i shep, do thot, ku do që shkon, ata janë bashkë. Konteksti pyetjes time ishte ky. Nëse zgjedhjet shpallën para balotazhit, rezultati i balotazhit dhe bashkëpunimet e balotazhit është me non në dorë, me non në dorë. Po, ideja është a kanë me treguni fare orientimi kush me kën ka me mujt në bashkëpunu në qendër. Sigurisht që po, se nëse shohim në disa komuna, në shumë komuna, që ka bashkëpunim, për shembull të dy partive, mos mi përmend tash emra. Atëherë detyrimisht jo, po atëherë jepet faktikisht një intencë, një pritje që mund të ketë bashkëpunim edhe në nivelin qendror
në zgjedhjet e supozuara të parakohshme që mund t'i kemi në dhjetor. Fatime? Nuk e shoh shumë këtë lidhjen mes nivelit komunalit dhe nivelit qendror. Fatkeqësisht e kemi parë që megjithatë ky nati niveli qendror u reflektua edhe në raportet e një lideri partijak me kryetarin e tij të degës, madje edhe ato fjalët e rënda që u thanë në drejtim të tij. Domethënë ky polarizimi i një liderit, një subjekti politik në raport me dikë të nivelit qendror reflektoi edhe tek hakmarrja, kisha me thonë, kundrejt Po, ai nuk e kandidatit. kishte ndëgjuar, sa që ka bo marrëveshje pa miratimin e Po doli që Dolën mesazhe. Po, dolën mesazhe që megjithatë kanë pas koordinim. Për te mesazheve ai tha që më ka thonë mos e bë koalicion. Jo, Po, mos ato e bë mesazhet, publik. ai pse i ka Jo, rujt mos e ai? bë. Ja, i ka thonë edhe Ai mos pse e i ka rujt ato Ja, mesazhe? mos e bë. Ai di pse Kur t'ja themi këtë pjesën, t'ja themi edhe Ai tjetër. di pse i ka rujt Mesazh shkuante mesazhet. të mos bëhet publik. Bashkim. Kemi marrëveshje që të mos bëhen publike. e qartë. Edhe megjithatë Një ne sekond. s'kemi koalicioni publike përveç kësaj të Kur të themi që kanë dalë mesazhet, t'ja themi edhe këtë, sepse po kanë dalë mesazhet e që vërtetë. konsideroj që është Por polarizimi. t'i themi edhe tjetrën që e ka thënë që më ka thënë mos e Prizmën bëj teme, prizmën teme, se unë s'jam zëdhën si zoti Tahiri. Absolutisht, Kur i as po bën dua ta screenshot ndroj dhe i asnjë ruan nga mesazhet, do thotë ti pede që mundesh mos mi besu kryetarit tanë, për hyshe që komunikon me një kryetar partije që ka Ajo rujt është e mesazhe. rëndësishme, po megjithatë. Sa kuptova pyetjen, nëse zgjedhjet e jashtëzakonshme. Shpallën para 9 nëndorit. Unë mendoj që ka me reflektu edhe në balotazh. Për shkak se një votues i rëndomt, që për shembull subjekti i tij ka dështuar në hyrje në balotazh, ai zhgënjymë tash të shpresën e ka tek zgjedhjet nacionale. Edhe atje mundohet me gjetë vetveten edhe me ushqim. Kjo pastaj ka me prodhu edhe mendoj, edhe mund të gaboj, por kujtoj që balotazhi pastaj ka me hup, si me thonë, atë ekuilibrin e këtyre marrëveshjeve, koalicioneve që ndjen ndërkohë para se mu shpall zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ja, ka me pasë ndikim zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale, balotazhi, që e kuptova unë. Jo, këta nëse para balotazhit. Po, shpallën se nëse shpallën mas nëntorit. Ajo është tjetër situatë. Atëherë është krejtësisht diçka tjetër. Po para nëntorit. Që bëj pyetjen edhe një herë nëse komisioni Para. ka qartë. Para. Nëse thash zgjedhjet e gabim jashtëzakonshme shpallën para ballotazhit. Që ky ballotazhi para zgjedhjeve nacionale, a ka më na tregu se cilat kanë me qenë orientimet potenciale të bashkëpunimit në qendër? Ekziston mundësia për shkak se votuesi pastaj kur e kupton që po shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme e ka një tjetër afinitet, një tjetër prirje, një tjetër orientim edhe për me votu. Ndërkaq që nëse shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme pas balotazhit, balotazhi vazhdon me çto urat, marrëveshjet. Edhe unë mendoj që ato që e tha e kolegu, unë mendoj që kjo është një pjekuri politike, ani pse është nivel pak më periferik. Po, edhe votojmë edhe shpesh emocionalisht. Edhe zgjedhjet nacionale dhe po. zgjedhjet e përgjithshme edhe mund të shpallën pas ballotazhit, sepse të shtunën është datëni, presidenti ai ka 10 ditë kohë, Pas më det në qoftë se... në qoftë se ka një mandatar. mandatar. Që i Dhe bie dhe- që me shumë gjas zgjedhjet do të shpallën para Kjo pjesa ballotazhit. e parë. Po. Do na jep 15 ditë njësi që është Para, dhënë për pas, do pas. thotë propozimin e parë. Jo, në qoftë se nuk ka një mandatar të dytë, Po. zgjedhjet, Po, data zgjedhjet mund të përcaktohet E vërtet. para Që ballotazhit. deri Se me s'ka nevojë. Në qoftë se s'ka një mandatar dytë. po. Deri me datën 6 nëntor, presidenti ka afat, Po. ka 10 ditë. Po. Do të thonë, çdo vendim që merret deri me datën 6 nëntor, unë mendoj se veç marrëveshjet për balotazhin me subjekteve politike Përfundojnë. arrit. Dhe atëherë ka veç edhe 2 ditë ose 3 ditë zgjedhje. Kështu që unë mendoj që kjo fore nuk ka me pas ndikim të zgjedhjet e përgjithshme sepse këta janë marrë vesh para balotazhit. konsideron Para konkret- datës Njëjtë. nëntor. Ama ideja është me datën 6 e përfundon, kuptoj. me datën 6 përfundon afati 10 ditë. Po. Nëse me datën 7 nuk ka një mandatar të dytë, presidenti me datën 7 do të Ja, shpall zgjedhjet. presidenti- Po, edhe është 40 ditë afati deri Po zgjedhjet para presidentja sigurisht që ka mi pos edhe një 2-3 ditë afat vetin, se nuk vendos me datën 6, e ka 10 ditë Smunët me afat. kalu 10 ditë. Jo, Ku do të po ne se kanë 10 ditë që s'ka damtue arsye. balotazhit. Përveç që smunët. Damtohen Dhe se koalicionet paraproke nuk mundën me shti votuesin në obligime as moral, as ligjor, as çfarë obligimi për me votu koalicionin të cilën
Prof, për shembull më ka rekomandu partia. Prof, Unë se ka votoj të pastaj shkojnë zgjedhje në e vullnet tri. përgjithshme në qoftë Kështu që se koalicionet vota nuk bartet në pak, janë bumerang, janë thik me dy Po, temë. Shumë i e qartë. Deri nëse deri me datën 6 Nuk shpallën zgjedhje. nuk shpallen, jo, nëse nuk kemi faktikisht kandidat tjetër. Po, me datën 7 do të zgjedhje shpallë për, zgjedhje. për qeveri 3. Atëherë me datën 7 kjo e shpall faktikisht maksimum, edhe gjitha kalkulimet që i folëm janë lojë. Janë lojë, Zot po avokat. ndryshojnë Avokat. tek votues. Ky deri me datën 6 se presidenti mësohet ju në tet, prandaj nuk vjen. Ardhmë në ka thënë bashkimi. Lidhje afatet, jo afatet, Zgjedhjet ajo. qendrore. Do që vjen. Dhe diçën e porë pret, dhe nuk ka më pas ka miftu lider politik me marrë dhe një ditë, 2 ditë kohë. Po janë afatet, nuk mund të mi kalu kjo Sadik. do të shkon mas balotazhit. Por rrugën, orientimin e subjekteve politike kanë me determinu marrëveshjet e Prishtinës, koalicioni i Prishtinës, koalicioni i Mitrovicës dhe i Prizrenit, Janë më transishme qytetet. edhe peja deri dikon. Shtat- Këtu. 7 nëntor, 7 dhjetor janë 32 ditë. Po. Që i bjen që jo ma heret se 30 ditë, jo ma vonë se 40. Po. I bjen që zgjedhjet nëse s'ka të tilla marrëveshje, Po dikon janë te ose me 7 Ose me dhjetor 15. ose me 14 dhjetor. Dy të diele. Ama rrugën e koalicioneve dhe rrugën që kanë më orientu partit që ka me bo balotazhin në Prishtina, Mitrovica dhe Prizren. Po tashmë veç po thuaj se ka marrëveshje Kto aty. aty Ka kush bërë bën koalicion marrëveshje, për këto tri, reflektimi i për këto qytetarit tri ndryshëm. komuna, Po, edhe një zgjedhjet marrëveshje që të do të jashtëzakonshme. prodhojnë Po, një marrëveshje të Ka tillë një që kanë gatishmëri me për shku të një mbajtur të bashkë fshehta këto koalicione, por megjithatë me aq sa po diskutohet ka koalicionin këto. Ka me pas këto komune. efekte, edhe reflektim. Kemi me pas Nëse vinë qysh, para. nëse asgjë tjetër jo, interesante po. Po pa diskutim. Sa produktive, sa bom edhe lirë, na ç'është interesant tjetër. pak. Po interesant, unë kam nga Sin Sari, kom studio, profesor, faleminderit. Sonja Edali, faleminderit Faleminderit shumë. shumë. Të Gashi, faleminderit shumë, Zëri Zeçiri, faleminderit shumë. Faleminderit. Miq të dashur edhe juve, faleminderit që na ndoqët. Nesër me ju do të jetë kolega ime Fitor Rexhepi, mysafir do ta ketë deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Anton Çuni, që do të jetë përballë analistëve. Miru pafshi.